Erion Zalosha, përshëndetje. Nuk po them je i ftuar, po je në Close Friends. Dhe më vjen mirë që futëm vetën tënë të afërt. E meriton. Faleminderit. Gëzuar jemi këtu si në kopshtin e Edenit. Unë them se jemi si në Katun. Po, në Katun, po kopshti e Edenit ka ngjashmëri me Katunin, se ka Ka shumë pas pemë, parë banim në fakt. zosh. Po ka filluar të mbi popullohet edhe Katuni. Të mbi popullohet. Ti je i pari që erdhe këtu? Si Adami Unë gjitha me dekëm Evën? qeni pari. Kjo është e mallkimi jetës time, më thonë drejt. Ndonjë moll prej mëkatari e ke kafshuar? Ti kam ngrënë unë. Ti? Edhe shtrikat më janë qepur mua në jetë. Po, i lani pastronin mi jepnin në dorë, unë i kafshoja, isha naiv. Ua, sa naiv, gëzuar. Gëzuar. Një hyrje shumë e bukur. Faleminderit. Ja, me që fole për mollë dhe kjo vera ka rrezik, është verë mollë. Ka mundësi e dallon? Je ekspert i pjesë, ja. Kam miqë shumë të ngushtë, janë ekspert më shumë se ekspertët. Për shembull, në Po unë nuk e kam trashëguar këtë veti të tyre. Nuk e ke marrë, është një vesë që ka mbetur. Është shumë mirë, po unë nuk e kam. Është vesë i mirë. Po. Tani siç e tham, unë jam këtu në Super Studios, të studiot e tuaj që unë nuk e di se çfarë mrekullie është këtu. Më kishin thënë, por një labirint ku nuk di nga hyn dhe ku do dalësh si përfundim. Tani si ka mundësi nga hynë ku delësh. Po labirinti kështu është. Si mallkim prapë edhe kjo. Dëgjoj, tani si ka mundësi që ti ke bërë gjithë këtë mrekulli? Ka që pasur je ti Erion Zalosha? Jam i pasur në zanate. Domethënë nuk e kam përtuar kur, kam pasur guxim të marr për të mësuar gjëra. Në fakt ishte pasion, truri im ishte gjithmonë i jetur. Jo vetëm i jetur, deri në uri shkonte. Harroja të haja unë, po ndërkaq lexoja diçka, edhe që i vogël me pjatën e groshës përpara, domethënë lexoja romane. E di pse them pjatën e groshës, se zgjaste shumë, edhe më pëlqente. E shtyja luk mbas luke kështu. Se janë ato kokrat e groshës që... Po, me atë mund ta shtyja edhe 1 orë, si qefi ishte me lexu, jo me hëngër. Sa e bukur ishte, e bukur. E di që je një person që shquhesh për jo vetëm elokuencën, por mendimin filozofik. Është shumë e madhe të thuash mendim filozofik. Jo, unë këtë kam kuptuar nga ato pak intervista, sepse daljet e tua publike janë shumë të rralla njerë. E para e punës. Kam mbajtur profil të ulët. Profil shumë të ulët dhe ke bërë gjithmonë është mentaliteti backstage-it që dhe ke bërë gabim për mendimin tim. Më mirë e kam kuptuar vonë. Po më mirë vonë se kur. Po, edhe kur e kuptove? Na s'ka ca muaj. S'ka muaj. Edhe fillo tani. Tani ty direkt në temë. Po. A ka shpirt muzika e sotme? Varet nga autori. Nëse autori ka shpirt, ka dhe muzika. Po, dëgjojmë shpesh që mungon poezia. Poezia ka vdekur. Më shumë këngët janë një loj fjalësh se sa një poezi e pastër, siç ka qenë dikur ku i këndoi jetës, dashurisë, rebelimit, lirisë, ku diun të gjitha këtyre koncepteve të jetës. Tani çfarë ndodh me poezinë në këngë? Do të bëj një hyrje. Do mundohem ta koncentroj se un kam një çik këtë ndoshta një defekt që i zgjas fjalitë se më duket sikur tjerët s'kuptojnë. E kam këtë veti gjithmonë, po jo me ty. Zgjati. Jo, unë të kuptoj. Edhe kur hesht, po. Do mundohet t'i bëj sa më të shkurtra brenda mundësive të mia të pakta për t'i shkurtuar fjalitë. Do të them një sekret që ka të bëjë me tekstin. Është një sekret që pak profesionistët dinë. Nuk është gjë që flitet ose trashëgohet, është gjë që ti e kupton gjatë përvojës ose gjatë jetës tënde muzikore. Ose si songmaker, këngëshkrues, kupton diçka që është më mirë t'i lësh të vagull, të ambige ato kuptimet e fjalët nëpër tekst. Kanë një funksion të paimagjinueshëm, një fuqi shumë të madhe sepse i lë dorë të lirë individit që dëgjon këngën, ti i lë fantazi të lirë që ai të krijojë skriptin e vet ose të krijojë skenarin e vet. Pra është nganjëherë shumë interesante të jetë një këngë që fillon me bla bla dhe mbaron me dada. Është më interesante se një fjalë që ka tekst të mirë, por naiv. Pra nëse s'ke diçka të mirë për të thënë, më mirë lër ca fjalë bosh, placeholders. E bukur. Sepse ti si dëgjues e merr vesh gabimat. E di nga kjo këte kanë zbuluar shumë këta të lindjes.
gjithë bloku lindor, është duke bërë goditje të mëdha, ka shumë studio rumune për shkak ose janë disa artistë songmaker shumë i njohur suedez, të cilët vinë nga vende jo anglisht folse. Dhe ky zbulim erdhi në këtë mënyrë. Vendet jo anglisht folse dëgjonin muzikë, ti e di që në ato vite neve kishim idhullin perëndimor anglisht folës me Beatles, me Rolling Stones, e pastaj gjithë tjerët me radhë. Po, që ti Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, ishin po se do flasim që ti këndon shumë mirë dhe ua merr në kthes atyre, më duket. Jo, kështu quhet. Jo, s'është aq lart. Nuk mund të marrë në kthes ata janë krijuesit. Do të thënë interpretuesi ka shumë pak vlerë në këngët e krijuara mirë. Interpretuesi ka dorë vetëm mos e prishi. Unë jam munduar mos e prish. Elegancën e krijimit të tyre. Që të kthehem te puna e tekstit. Po, puna e tekstit. Bloqet lindore dëgjonin anglisht e pa e kuptuar. Për shembull ti e di atë shprehjen Olachi Boys. Kjo ishte All That She Wants nga grupi Ace of Base nëse kujtohet nga vitet 90, ato ishte All, por këtu bësh shumë e famshme unë dija, po populli nuk dinte anglisht dhe dëgjonte si All That Boys. Dikush mund të ishte morator, për shkakun dhe lidhte veten shumë mirë me këtë këngë dhe fillonte krijonte gjithë atë mazonerinë vet, domethënë. Dikush krijonte një histori tjetër me atë Lachi Boysin, po krijonin skenari njerëzit. Njeriu i vjen më natyrshëm ta krijojë skenarin se sa ta marrë të gatshëm dhe i shijon më shumë. Prandaj është edhe kjo ndasia shumë e bukur midis romanit dhe filmit, kinemas. Gjithë që kanë lexuar një libër bien dakord që është filmi është versioni më i keq i këtij libri. Sado të mirë ta bëj regjizori, sado i madh të regjizori, sado mjete resorse, të ardhura financiare të ketë pasur dhe kanë vënë në dispozicion për realizimin e filmit, edhe filmi më i madh i Hollywoodit nuk krahasohet me librin. Pse? Sepse libri është fantazia jote e shturur pa kosto, pa limit. Në çdo rresh që ti lexon, ti fantazon pa asnjë lloj kostoje, pa asnjë lloj buxheti prodhues, pa asnjë mundësie teknike. Do me thëmë, fantazia merr formën e personit që e lexon. Do me thëmë, sa më inteligjent jetë personi, aq më i bukur është libri. Dhe sa më me inteligjencë të ullët, edhe libri mund të duket mediokër. Prandaj edhe njerëzit me inteligjencë të ullët nuk lexojnë se i duket libri shumë i rëndomt. Gëzuar, se unë e di që ti si ke qef këto pjetë, si që the në fillim, po do pish pak sot. Na ulin buxhetin e skenarit. Do pish pak verë sot. Do pim pak. Që të thuar gjëra sa më të bukura. Se më duket se... Ngacmon, ke bën punën e vet. Ngacmon. Kam një pyetje kështu direkte. A janë tallavaistët e sotëm rockerët e dikurshëm? Në kuptimin e famës, suksesit, paras dhe të qenit idhull të një mase të caktuar publiku? Jo. Jo? Jo. Nuk janë sepse populli prap një vërejtje keqardhëse nga ana ime. Do të bër pak i zymt këto kohë dhe pesimist. Shiko si lidhet njeriu me artistin. Ka dy mënyra. Ose një ku ti je Zoti dhe ai të argëton ty, ose një ku ai është Zoti dhe ti argëtohesh nga ai. Në rastin kur artistët ishin Zoti, kjo ishte një epokë, një periudhë tjetër, ne vim nga ajo epokë. Artisti ishte Zoti për gjithë cilësitë që zotronte. Për rrallësinë e qenies tij. Në fakt ashtu është kur shikon ato klipet e këtyre grupeve të viteve 80, më fal që ndërpreva, vërtet ato dukeshin si jashtë. Ishte arritur një klimaks, muzika edhe personazhet pa ishin shumë të zgjedhur, nuk dilte çdo kush nuk mund të dilte çdo kush në skenë, duhet kishte ca veti, ca karakteristika shumë specifike. Zgjidheshin në bën të mirën e species njerëzore. Duhet ishte i bukur, duhet ishte karizmatik, duhet ishte tërheqës, eloquent. Përveç talent muzikor që duhet ishte në maksimumin e vet. Të çmente femra dhe meshkuj. Po, varet nga gjinia, po. Të dyja. Jo, unë mendoj të dyja. Të dyja. Domethënë nuk ishte. Pra kjo ishte pozicioni i një muzikanti në skenë. Dhe sigurisht ata u bën zot. Zot në skenë. Ishin zot për publikun që i ndiqte. Pastaj pati një skenar për ta rrëzuar këtë zot. Edhe ka qenë një artikull që unë kam lexuar fillim viteve 2000. We don't need
a rock and roll god. Sepse shtëpitë diskografike nuk po i kontrollonin dot këta zotër. Këta ishin më të mëdhenj se vetë biznesi. Vetë biznesi, po. Dhe filluan të prodhonin hite një përdorimshe, hite verore, ku ngrinin një Britney Spears për 2 sezone, e milnin sa të mund ta milnin, bënin milionat, bënin klikimet, sepse kishin dorë rrjetin e shpërndarjes, pa ishte fuqizuar më shumë shpërndarja se sa prodhimi. Dhe tani shpërndarsi ka vetin që të merret më shumë me biznesin sesa me artin ose atë që e prodhon. Ose artistin. E vërtet. Pra kush sjell më shumë efikasitet në sa më e rënd, sa më e lehtë jetë ngarkesa që ai i vë furgonit, aq më pak naftë do harxoj dhe aq më shumë shishe qumshi do shpërndajnë destinacion. U bën llogaritë shumë thjeshta dhe u leverdiste kështu, pavarësisht se nuk e kuptuan që po prisnin degën ku kishin hipur. Pra përshkatërronin një shtrat të tërë të ndërtuar, një sfrat të ndërtuar me shumë mundime drupas druri, si ai kastori që e bën atë digën për 10, derisa ndërton atë mrekullin që thua, wow, e pas ka bërë kjo kafshë e vogël. Ata e shëmbën këtë digë, duke menduar se do vinte më shumë ujë te xhepat e tyre. Dhe kështu ishte në fakt, erdhi më shumë ujë, po dikur u tha liqeni, sa diga e mbante ekosistemin. Edhe ku jemi tani? Në tani jemi në pikën, të kthehemi tek pyetja, jemi në pikën që nuk i intereson më njeriu sa i lavdishëm është personazhi, sa i zoti është, sa i mirë është, sepse shihet e popullit që dëgjojnë kanë rënë bashkë me artistin. Ulim nivelin e këtyre, ulim dhe vinë në nivele të ulta nga dyja palët. Për gjithmonë është fitimprurse për ata që kanë në dorës menaxhmentin ose shpërndarjen, sepse prapë janë të njëjtat lekë që hidhen për të njëjtat artist, po tani më të lirë. Janë më të lirë dhe po fitojnë të më shumë. Janë si pucët kineze, mund t'i mbash 2 javë, 3 javë, prishen, po bëjnë 5 euro i hedh, blen sa të tjerë, nuk ka problem. Nuk ka kështu. Po ku i gjete këtë? Tani jemi që të mbyllim si shtillim të argumentit. Ç'a ndodhte? Nëse të kujtohet në kohën në mesjet, mbretërit kishin një gastor që i argëtonte. Ai ishte artist, i binte lirës, mund t'i binte harpës, këndonte, bënte akrobacira, ishte showmani i asaj kohe. Por këta mjaftonin me një kockë ose një shpatull dashi ose një kofshë pule, ja hidhin, mund ta çellonte atë në fytyrë, pa ai ishte prapë shumë i lumtur se kishte siguruar ushqimin. Pra ky është ndryshimi i raportit. Zoti është publiku dhe artisti është ai që del në skenë dhe me qindra herë falenderon publikun, faleminderit, pse duhet një artist të thotë faleminderit nga që ekzistoni ju. Po, edhe mua më ka bërë përshtypje gjithmonë. Falenderojnë pafund, dalin në skenë dhe falenderojnë sikur. Më duket deri diku si një lloj lypje e është një lypje sepse karakteri i tyre është i tillë. Më thënë tani këta janë gastori dhe këta janë mbreti. Ka ndryshuar rotacioni i Zotit me sa duket e din sa vlen që zën këtë pozicion. Ka shumë artistë, ka shumë këngëtar Shqipëria. Tani në gjithë këto që shohim, sa përqind e tyre ti mendon se vlen? 1%, nuk ka nevojë për emra. Në 100% sa nga këto vlen? Që mendje të bukura dhe shpirtra me botë të madhe mund t'i dëgjojnë vërtet. Të bëjmë oportunist të them 3%. Pse është më pak? Mund të jetë 0. Okej, ti e di. Po bëjmë optimist që secilit mendoj se ai hyn ke këty 3%. Po, e di këtë mënyrë. Që po thot dikush që po ti gëzuar. Ke folur shumë bukur, pavarësisht se ka ca të vërteta të hidhura, po më mirë e vërteta e hidhur se sa një gënjeshtër e bukur. Fuz dhe veten aty. Ku e futet e 3%? Tek 0%. Kthehemi pak te ty. Ti një rocker i lindur, flokët një rebel i lindur më shumë, po nga që rocku është rebel. Të dyja. Jemi bërë kështu të pandar. Do mbaj mend që ke qenë te Centaur, te grupi Centaur. Ike ti, shkoi Gen Pietri. Po, Gen Pietri. Ç'a ndodhi në këtë rotacionin e ju të dyve? Se keni dhënë asnjëherë kam përshtypjen. Jo, se kemi thënë se na ka pyet njëri, se s'kishte aq rëndësi. Nuk përfaqësonim në gjë kush e di, ishte grupi i parë heavy metal në Shqipëri.
Po përfaqësonit pra, se ishit... Po jo gjithmonë të jesh i pari mund të jetë gjë e mirë. Mund të jetë gjë e keqe, se bjen naivitet, bjen kështu. Ose bëhesh ai shembulli që të tjerët duhet korrigjojnë. Duhet korrigjojnë, po, e di. Po jo, ne nuk ishim shembulli që të tjerët, se korrigjoi njëri për 30 vite. Ishte bandë mirë, me kulturë dhe me shumë vlerë rock and rolli, me gjak rock and roll të mirë të pastër. Problemi ishte ke stili muzikor që unë isha, më thonë, mendoja të tjera, mendoj një ardhmëri tjetër për atë që doja të bëja, dhe këtë e tregova ka kompozimet e mia të më pasme që ishin, unë vërtet jam rock and roll, po më pëlqen popi, më pëlqen elektronika, më pëlqen, jam fans më i madh i Pink Floyd se sa po themi, ku dëgjon? AC/DC apo jo? AC/DC më pëlqen shumë. Të pëlqejnë ty ato? Po. Nuk e di, mund të zëm në gojë në një bandë si Black Sabbath për shembull, që quhen si banda e parë metal simbolike, pa ata thonë ne nuk jemi metal, prandaj s'desh ata përmend. Judas Priest, ku dëgjon, ishin disa idhull, Metallica, Megadeth. Ishin disa banda në atë kohë që bën një bujë të madhe, ishin tingull i ri, i pa dëgjuar më përpara, një wall of sound që quhen ata që godiste fort. Edhe të bënte për vete, po unë nuk isha impresionuar shumë nga kjo, më pëlqente, pa diskutime, dëgjoja, e shijoja, po isha i prirur më shumë drejt pak filozofisë, duke qenë se jam natyrë që edhe lexoja, kështu siç thashë, numëroj kokrat e groshës me fletët e librit. Edhe nuk dohet të jepesha instiktit të mishit, instiktit të parë të djersës, të tundjes kokës, të headbanging siç ishte. Isha një hap më tej. Çunat e grupit ishin ashtu, rock and roll, puro energji e egër. Ti bëje diferencë. Unë bëj diferencë. Ose ndjeshe ndryshe. Ndjesha ndryshe dhe unë ndërpre ai bashkëpunimi. E rifilluam një tentativë 35 vjet më vonë, tani vitet e fundit jemi ritakuar me çunat, po i miksova, i incizova një album me këngë të vjetra të asaj kohe, e kemi bërë me çunat e Centaur, po. Janë plakur ato apo janë njësoj si unë? Jo, ti si flakur. Vjeta të shurën dhe bëm një album shumë të mirë, shumë i realizuar modern, bukur, domethënë në nivele që ne dikur i ndërronim, kur i dëgjonim këta idhuj tanë, sot mund të themi se janë aty ndoshta edhe pak më mirë në një gjë, domethënë. Në nivele botërore, shumë i mirë u bë albumi, presim ta lançojmë tani, po prap ishte i njëjti stili vjetër, i asaj kohe, rock and roll klasik standard, që unë nuk jam për atë. Nuk je prap për atë. Po Gent Pietri ishte në këndvështrimin tënd si artist. Si ekspert i muzikës. Se ke njohur personalisht? E takoja kështu rrugëve siç e njefti. Po kur e dëgjoj se si këndonte? Mendon që ishte zëvendësuesi yt ideal? Nuk e pëlqej atë lloj vokali. Jo, nuk është në stilin tim. Jam më i përhyrë ndaj range-it, dinamikës, pra mendoj se këngëtari duhet të jetë edhe dramatik, të ketë të regjistrin e gjoksit, të jetë zoj trash, pasi kur ti këndon dramatikisht, jep tjetër emocion. Kur shkon lart, ka dhe vlerën e vet, ka një tjetër klimaks të arritjes akrobatike, vokale, por nuk mund të jesh gjithkohës ashtu, këndosh lart, se kthehet në garë, dhe për mua muzika nuk është garë. Në këtë pikë ishte ajo që ne nuk merreshim vesh. Nuk duhet bëj garë, thashë duhet shpreh, nëse duhet të themi diçka, duhet ta themi ashtu si duhet thënë. Po, nëse ti e ke regjistrin e zërit të lartë. Unë kam edhe posedoj një regjistër gjoksit mirë. Edhe atë range-in e lartë, domethënë. Po, në krahasim me Eugen Bushpekun, kush nga ju është më lart? Që kap më shumë kupën e qiellit. E ke pyet Eugen Bushpekun ndonjëherë për këtë gjë? Do pyes. Do më premtosh që do ta pyesësh kur të interesosh. Do pyes, të premtoj. Okej. Atëherë unë zbres më poshtë se Eugen Bushpeka. Po të flasim kështu se unë jam më i fortë, se daja ime është më i rëndë dhe kam vit tonë. Unë zbres më poshtë se Eugen Bushpeka. Se unë qesh tani se mënyra se si thua ti ke humor, ke nota humor. Për masat e trupit tonë janë kështu. Genti është më i hollë, më i vogël, është më nga veriu. Kramaja bën punën e vet. E ke parasysh ata e kanë veriu shqiptar gjithmonë ka kënduar lart, Spinto. Po kemi parasysh ato eposet e Kreshnikëve. Po, ashtu. Spinto, vokalet larta ku ishte vetmja mundësi për të çarë nga mal në mal kur ti jepi një lajm ishte që të këllëthisje fort nota të larta, sepse frekuencat e larta udhtojnë më larg. Ndërsa basi udhton më pak, po është më i rëndë, më thonë kështu. E kuptova. Domethënë, e kuptova. Po janë karakteristika të ndryshme. Karakteristika të ndryshme. Ai shkon lart,
unë shkoj më poshtë. Po, Ai shkon më lart, unë shkoj më Të poshtë. pëlqen si rocker Robit Mushpepa? Është rocker i mirë. Është i mirë. Po. Në festivalin europian, doli ashtu siç duhej? Të jemi sinqert, kënga nuk më pëlqeu. E kishte shkruar vetë ai për Po, të po. dashurën e tij. Nuk thoshte gjë si këngë, domethënë. Ashtu ë? Po, nuk Po ishte. në tekst apo në muzikë? Jo, s'm pëlqeu, nuk mund të them se ishte këngë keqe. Po, po nuk ishte më e Ishte mira e këngë, tij. ishte këngë e vagët, po. Nuk e di ku ka më të mirën, se enda si ka nxjerr, po kur ti nxjerr mund të flasim. Për momentin ajo këngë ishte qëndronte në ujëra të vakta, duke sikur kishte nisur diçka, po ja kishte marr. Tani po bëjmë analizës në ata takon se kemi kolegë, domethënë nuk mund bëjmë. Jo. Ajo është një këngë që ka shkuar në Eurovision dhe secili nga ne mund ta komentojë. Etj. Për mua analizë forme, kënga kishte pasur një tharm që nuk e kishte përfunduar dot, nuk e kishte organizuar siç duhej. Kishte ngelur në prizmën e një orkestrale që ti këndon sipër ca nota. Kështu e shoh unë. Po ky është domosdoshmërisht mendimi shkencor. S'ka, kjo është subjektive, muzika është subjektive. Po ndërkohë ti ke qenë gjithmonë ai opozitari në kuptimin të paktën për festivalin e RTS-s, ke thënë që nuk mundet që juria ta kthej kokën nga pritmat e turmës, nga salla, domethënë që të ndikohet për të bërë votimin e tij. Po populizmi s'ndahet ka kjo punë. Tani është kjo shkodra elektronike që po votohet edhe është si thua me votuara tashmë. Ty të pëlqen shkodra elektronike me zjerë? Po, më pëlqen. Të pëlqen. Po. Isha biles kur i pash, i vura gishtin, thash nëse sfitojnë këta, çdo gjë tjetër është rigged. Po e kishe fjalën për Elbana Gjatën? Jo, s'merr fare me emrin. Çdo gjë tjetër thash. Mund fitonte kushdo qoftë. Po se ishte gara me këto dy ishte analizën gara. teknike, çfarë përfaqësonte teksti, mënyra ajo që thash, teksti sa është lënë vagullt, nuk ka kuptim. Po ta lexosh në fillim fund tekstin nuk ka kuptim. E kam tekstin. E ke tekstin? E lexojmë? E lexojmë? Po. Atëherë zoti Zaloshnja, si ekspert i fushës, do të lexoj tekstin e këngës së Zjer nga Shkodra Elektronike që konkuron këtë vit në Festivalin Europian. Atëherë, në këtë minutë, në këtë çast, no paranoja, pas shiut e ylber duket bota. Në për rrugë, asnjë ambulancë. Ambulanca e Sinan Hoxhës, shpresoj mos jetë në këtë. Ambulancë që të shajnë mitingjet për shembull. Gjoja sikur çojnë smurët. Kur kush s'të flet me arrogancë, edhe sot na than që s'prishet bota. Përfundova në ujë. Kur s'më tha goja. Ma gjej kuptimin deri. Imagjino një minutë, pa ushtar, pa jetim, asnjë shishe në oqean. Kjo është Imagine Old John Lennon, vazhdimi. Tani nga atje deri këtu, ma gjej kuptimin e këtij teksti. Unë tani nuk e di se për çfarë po bëjmë fjalë. Ja, analizoje, filloj edhe një. Jo, ta vazhdojmë deri në fund edhe pastaj asnjë shishe në oqean. Jo, të mbyllim strofën e parë. Po. Asnjë shishe në oqean, naftës i vjen era Jergavan. Okej, tani Lirin e fjalës, ta mëson shkolla, se këtë duhet të dilja. Veç e veç gjitha në kuota të bukura. Veç e veç, çdo varg. Por në të tërë nuk ka kuptim. Po tani ky kuptimi pa kuptimt. Po. Si ta quajmë? Është skenari pa limit buxheti pra. Që do të thotë? Ti në çdo rresht krijon vetë një skenar. Është i duri për kohën? Po. Është poezi kjo? Po derisa ajo ty të ngjall një ndjenjë poetike ose një të fut në mendime. Jo, mund të them drejtën, më ngjall në muzikë. Mua më gjallë në muzikë. Po pra, po sepse asnjëherë se poezia nuk lexohet veç. Poezia, po, e vërtet. Pra, përderisa ai ilustrohet shumë mirë dhe ty të fillon ti nëse mbyll sytë dhe dëgjon dhe shikon disa imazhe, atëherë ai ka bërë punën e vet teksti. Qoftë në atë kaosin, ambulanca, nafta, shishet në oqean, na thanë që s'ka shi, jam në ujë. Ato nuk kanë asgjë, di se është po të shkosh në regji, për shembull, të japin disa objekte pa lidhje me njëri tjetrin. Një portokall, një tull edhe një rrip mesi. E thonë na bën një etyd. Është zotësia ti lidhesh që ti rëndisësh dhe të krijosh një ngjarje që ato marrin kuptim. Në këtë rast nuk është zotësia e tekst shkruesit, është zotësia e dëgjuesit. Që të krijojë etydin e vet me ato ngjarje pa lidhje, ose me ato vargje pa lidhje. Atë që tham në fillim. Po, pra ajo nuk e di se unë zonjën nuk e njoh, po e respektoj përgjigjen nëse e ka bërë me këtë qëllim që them unë, shumë e zgjuar dhe bravo qoftë. E ka bërë bashkë me një autor tjetër. E ka bërë vetë. Jo, autori tjetër ka bërë vetëm atë të këtij Kolës. Jo, teksti Beatrice Gjergji, Lek Gjeloshi.
Jo, ai Leka ka bërë atë të këtij, e ke të dhënën gabim aty. Nuk e di, po kështu ka dalë. Kështu e kanë thënë këta, të paktën që tekstin e atij të Kolës e ka atë që reciton ai, e ka bërë ky autori. E ka bërë ky Lek, domethënë gjithë pjesën e ka bërë vetë. Ka shkruar ajo. Beatrice, po. Pra Beatrice ose nuk ja ka qelluar dot, ose e ka ditë këtë truket e ka bërë me vetdije. Mund ta ketë bërë me vetdije. Në të dy rastet është e arritur. Është e arritur. Ti thua që ky është teksti perfekt. Tani e keqja është kur fillojnë këta ekspertët, poetët e marrin e thonë ky teksti nuk ka kuptim se më fillojnë bëjnë një analizë duke marrë tekstin veç. Teksti nuk merret kurrë vetëm teksti këngës. Prandaj ne kishim pak autor tekstesh. Jorgo Papingji, Julian Organxhi, Alqi Boshnjaku ndjes pas. Pra ishin disa autorë që bënin shumicën e këngëve në Shqipëri. Pse? Sepse ata kishin zbuluar sekretin. Nuk duhet të jesh poet i mirë fillt. Pra ne kemi Ismail Kadare, penë e fuqishme. Shumë pak këngë të ti, poezitë të ti janë bërë këngë. Shumë pak. Edhe ato t'i llojnë më tepër si artific, dhe aty e merr peshën poezia. Është e mirë dhe e njohur se është poezia e Ismailit ose e Dritorit brenda. Pra poetët e fortë nuk bëjnë për këngë. Po, ka bërë Stefi Prifti poezin Kristal të Ismail Kadaris e ka bërë këngë. Nuk e di a ke dëgjuar. Nuk e kam dëgjuar, po me siguri do ketë në i kështu nga këto në ngërç. Në tekst. Pra ose është kënga del në plan të dytë, bëhet poezia më e fortë, kënga është ilustruese kështu. Edhe mund të lexosh mbi atë, bën një orkestrale kështu, edhe ti lexon si mbrëmje poetike. Është merr atë formë muzika. Pra bie në peshë, nuk ka gravitetin e tekstit, kur teksti është shumë lart. Shumë i mirë. Pra është një poet i njohur, merr gjithë vëmendjen ai. Nuk diskutohet. Tani unë te teksti i Shkodrës elektronike pëlqej këtë shndrit. Të pëlqen nga Gegnisha. Nuk e di pse. Jo, edhe në kombinim me muzikën aty, mënyra si kemi rënë një arsye të madhe dhe ajo ty të bën apel. Më bën apel, ka të bëj, po pse kemi rënë? Pse kemi rënë në errësirë gëzuar? Shndrit. Shndrit dhe ti, si gjithmonë. Kjo është errësirë, se thua është globale, apo ka të bëj vetëm me Shqipërinë? Ka filluar është në botë, është globale, po Shqipëria është pararoj. Ne gjithmonë kemi qenë pararoj në gjërat e këqija. Për shembull, bën komunizmin, ne bëm më të poshtrin, më të ashprin, më të egrin. Bëm atëherë feudalizmin otoman, prapambetjen, mizori më, domethënë nuk di më keq s'mund të bëj. Grekët, serbët dolin para nesh nga Luca. Ne në Lucë edhe jemi mirë, edhe mbulonim çik veten kështu se mos na dalin në vesh jashtë. Bëm demokracinë, e kemi bërë më të keqen? Më të skandalozën e mundshme që mund të ekzistojë. Po tani kemi 13 vite që bëjmë atë më të zezën e gjithë zezave. I dham grushtin final. Por çfarë mendon për Edi Ramon ti se? Ja ta thash tani. Kjo është. Po. E njeh personalisht? Dhe e di pse jo nuk e njeh. Dhe e di pse? Sepse ai erdhi në pikën kur Ismuri ishte duke dhënë shpirt. Ky duhet vinte të jepte formarin gojë me gojë. Ky ja mbushi gojën me mender dhe. Dhe more. Po. Bëhe këngë këtë. Pra, po bëhet, se kjo bëhet. Onomatope quhet. Pra ai ishte fatal. Nuk është se ky bëri më zi se ç'kan bëri Enver Hoxha, në fakt kur e mendoj, ky ka bën më zi se edhe se Enver Hoxha. Sa i bëri shkollë, bëri kështu, bëri ashtu. Po do kishte vjedhje, nuk guxohesh të kishte 5 vjet mira, kishte 25 të këqija. Nuk gjej unë këtu tani të bëj një analizë, sado që tentoj të jem optimist, se duhet të jem optimist, ndryshe se ekzistoj dot. Por nuk mundem, nuk mund të gjej dot në gjë që është bërë mirë. Nuk e fare gjëra që janë bërë mirë? Po ja, më thuaj ti në gjë që unë të bie dakord me qeft të madh. Jo, nuk e di unë. Unë nuk di asgjë, unë po të pyes ty. Nuk jam unë as kundërshtar i qeverisë, as përkrahasi opozitës, as gjë, unë thjesht analizoj faktet. Atë faktorin analitik e kam goxha të shëndetshëm, fal formimit tim edhe familjar edhe kështu. Mendoj se analizoj drejt. Nuk jam gabim në ato që analizoj, në pikëveshtrimin tim. Po, nuk je nga ato personat që flasin me urrëtie për shkak të bindjeve. Jo, s'kam bindje fare në politike. S'ke fare bindje politike. Po kështu e keti se një njeri ka që lexuar është o i majt, o i djathtë, o... Po kur isha student, për shembull, kam kap kallashin e këtyre sambistëve të doktorit, të Saliut.
Isha në vit para aty, na thoshin socialist, kisha biles një mësuesi që na del na shet mend sa tani çobani. Në juridik, po kam bërë, po juridik. Ti ke mbaruar juridikun? Kam mbaruar juridik. Edhe ajo në mbante emrat shnim se ishte demokrate flakt. Pra unë isha nga këta studentët socialist që dalin lënë mësim për shkuar në greva demonstrata. Atëherë i rrifnin ke qytet student, ishte një kështu. Ishte, nuk e di çfarë viti, në 88, ndoshta ishin ca kështu për plasje. Dhe unë isha ke këta. E ke fjalën pas në 87-s, pasi kaluam këtë. Po. Ishte Partia Demokratike në pushtet, ishte Sali Berisha president, dhe unë isha kundër tij. Pastaj erdhi Fatos Nano. Dhe thash, në momentin që ky do ta prishi punën, unë do dal njësoj kundër tij siç dola kundër Sali Berishës. Sot dal kundër Edi Ramës për krah Sali Berishën. Pse? Sepse duhet bëhet rotacion. 13 vjet ujë qelbet, edhe ujë më i pastër i kulluar tjetër, edhe ujë ku ngimit prishet. Po se pinën ata besimtarët, po su lagën besimtarët. Po çfarë figuracioni përdor ti që dhe Edi Rama vet? Po do reflektoj ka përshtypjen. Jo, ai ka përshtypjen se është më i miri në botë. Dhe ka disa kështu, është elokuent, ka këto arrin në konkluzion, ditë kapi, po ka atë zgjuarsin që unë kam vërre, kanë shumë njerëz që thonë zgjuarsi për keq. Djallësi? Është i djallëzuar apo jo? Jo, patjetër që nuk ka politikan të pa djallëzuar, ndryshe s'mund të jetë në politik. Po e përdor zgjuarsin jo për mirë. Nuk ka dashuri për njerëzit, i mungon afeksioni. Është automatik. Nuk ka dashuri për njerëzit, nuk e tregon. Në asnjë vepër ti që ai ka dashuri për një specie të ngjashme me të, që t'i japi afeksion, të ketë shoqëri, ai shokët i ka larguar. Bashkëpunëtorët i ka zhdukur. Janë të gjithë më të këqij se ai intelektualisht. Prandaj, ky është më i miri. Po edhe mbreti më i zgjuar ka nevojë për një shërbëtor që t'i rregullojë diçka në jetën e vet. Nuk mund të jetosh vetëm sa do i mirë javë, i madh thjesht, nuk mund të jetosh. Gjithmonë do kesh afeksion për një rreth shoqëror. Unë kam vërej që ai nuk ka. Nuk ka. Ndoshta jam gabim. Me çfarë ke lexuar ti këto kryeveprat botërore, domethënë ndërkohë që shijoje ato kokrat e groshës, me kë të ngjason nga ato personazhet? Të vjen në mendje ndonjë personazh? Nga letërsia botërore apo jo? Nuk besoj se ka pas kaq rënd në atë kohë kur shkruheshin kryeveprat. S'ka pas? Jo, ishin çik më të lehtë personazhe. Ato klasikët. Ata kishin një uri për lek, kështu, po ky jo ç'ne. Lakmia ka qenë. Mbaj mend të gjitha kryeveprat botërore, fjala lakmi ishte kështu e para, lakmia për parator se për pushtet. Po se ai ishte i famshëm atëherë, u bë vepër shumë, u menaxhua mirë vepra, u reklamuan në rrjetet sociale, u bë gopsehu personazh si kjo e Rogozhinës, e Roskovecit. Kush? Po ças dalin tani personazhe kështu që bëhen të famshëm. Është njëra që tregon për Dragojin për shembull. Është një tjetër që merr gazin. Ajo për Dragojin. Më falë, se kam qenë në studio me atë vajzën. Ja, po këta bëhen të famshëm. Tani, si mendon ti beson te ky Dragoj, se edhe unë kam lexuar shumë mitologji, folklor, letërsi, jam rritur me atë, dhe mua më duket kjo e gjitha një histori e trilluar. Patjetër. Ekzistojnë? Tani unë s'jam babi Dragojt, dhe as çuni xhajës. U Dragojnë familje të betohen nuk kam pas, nuk kishe bindur për të. Jo. Shumë mund të kishim një bisht, domethënë, po krah jo, kështu që. Tani mediat kanë vajt në atë nivelin që thamë në Gastor, mund t'i qellosh me kofsh pule, ti nxjerrësh syrin pa dashi. Po ai merr kofshën atë, faleminderit që më hove. Dhe në këmbim të kësaj kofshe ata mund të bëjnë ç'të duash ti. Provoj. Hidhi një kofsh ndonjëherë. Ja, do e provojmë. Do bëhet virale. Ty të kanë bërë një ftesë kështu për çon Big Brother, këto programet që janë. Ka skuqzojnë të afrohen. Se s'mnjojnë. Kam mbajtur profil të ulët. Pikërisht për këtë gjë. Që të mos të njohin. Që të mbaj mizat larg. Po çfarë mendon për këtë populizmin e ca personazheve që arrin brenda natës për shembull? Ja vlen? Është një mishmash i madh. Ndjekje kam plasur rrethet e arit, si në Alask dikur. Në rujt zoti për një kë bëhet nami, kupton? Se dhe Alaska me kë mbaron. Ishte, u tha atëherë që ka pasurit më dhaja, ka flori, që tjenë për lumente dhe ato skërkat e Alaskës, edhe
kush nuk ulshua që të merrte të kapte në Flori, po proporcioni i sasisë arit që ishte në Alaskë me proporcione budallëve që forsulën ishte shumë i ndryshëm. Pra kishte 1 gram ar për 200 budallë. Tani njëri nga këta e kapte. Në qenë 99 tjerët shkonin kot, shkonin dënd, domethënë, iknin për dhjam qenin kur i thonë, "O, vdisnin andej, ngelin, o i hante skorbuti." Edhe ngelin andej. Më pëlqeu edhe puna e këtyre personazheve që marrin pjesë, po. Në një nga këta mund ta kapi atë gramin e Floririt, pra viralitetin e marketingut digital. Po. Që është në fakt një fat pur, ose s'duhet kesh asnjë cilësi që të bësh viral. Fare. Ja, ka sa cilësi. Asnjë. Shumë marrin rastin e këtij Gjestit që fitoi Big Brother. Ti thua që ai s'ka asnjë cilësi, ose Luizeli, që fitoi para 2 vitesh që u bë fenomeni. Varet se çfarë quhet cilësi, për shembull, nëse ti Jo, çfarë mendon për këta dy? Nëse je në shkretir, për shembull, dhe të bie goma makinës. Po. Kë do dohet kisha afër? Gjestin apo Luizin? Mendoj Luizin. Pse ta ndron gomën Luizi? Ë? Mendon? E ka atë aftësi? Jo, mendoj që ku diun, mund të bësh edhe 2 pare muhabet me Luizin. Me Gjestin nuk bën dot muhabet. Në shkretir duhet të hysh makinën sa më shpejt, të gjesh një zvendësim të hallit që ke, pra të ndrosh gomën ose të gjesh një zgjidhje, ta mbyllësh vrimën. Ti e bëre fitjen virale tani. Nuk ti më shpëj, po plas. Po përgjigjem pyetjet tua. E gëzuar, ndryshojmë. Pra varet në kontekst të çfarë thanash je, sa i Zoti është personazhi me cilin je. Çfarë thanash ndodhesh? E kuptoj. Po të ndodhesh mes të malit, ku prish makina, duhet të kesh afër Erion Zaloshin, se është mekanik i papar. Kemi riparu me çorape makina në rrugë, edhe lidh me çorape, lidh me tel bari, tubin e presionit 180 paskal, hik në mes të borës 2 metra. Po, më thënë. Pra, duhet kesh afër Erionin. Në këtë rast, me vlera del Erioni, ose Toni, një shoku jonë që ishte shofer i talentuar nga Zoti dhe baterist. Bateristi Ton Dedës, by the way. Ton Kraja, shofer më i talentuar se që është baterist. Ka kaluar në dyzim, në dualitet gjithë jetën e vet, çfarë jam, shofer apo baterist. Dhe unë thosha rrotje komplet, se dyja me rrota janë. Leja të drejsh makinën dhe përkushtoj u kësaj se na duhesh. E di që ke shumë humor edhe me këtë humorin që ke ti mund ta fitoje Big Brother. Jo, do e mendosh? Nuk e besoj këtë gjë. Pse? Sepse duhet të jesh idiot. Që ta fitosh Big Brother? Po, që të mund të hysh atje dhe ta çosh veten, respektin për veten në atë derexhe, domethënë sa të vesh të ekspozohesh atje si prostitute këtyre dritave të kuqe në Amsterdam. Po. E them me plot gojën. Ata shesin mishin e vet atje. Nuk shesin asgjë tjetër. Po pse e bëjnë ballë? Për shembull, një artist, një këngëtar, pse hyn në Big Brother? Sepse s'ka asgjë për të shitur. Pse prostituon një femër? Se s'ka asnjë vlerë tjetër. Oferta për mishin e saj është më e madhe se sa oferta për mendjen e saj, apo për aftësitë e saj për të bërë pasardhës, apo për të gatuar, apo për të drejtuar një kompani, apo diçka. Nuk ka asnjë aftësi tjetër dhe shkon shitet. Ose është kjo tentativa për të bërë sukses të shpejtë. Për mua këto programe unë s'kam parë asnjë seri kurrë, asnjë ditë, asnjë orë, asnjë sekond. Kësaj radhe u detyrova prej media sociale, bilasi me shaka I kam shkruajtur sa miqve, po vazhdove të postosh më për Gjestin, do të bëja në friend. Dhe ja thash seriozisht. Ishte një çast sublim aty kur ai u qellua. Po. Ishte sublim, ti e quan sublim atë moment? Po, sepse bie gjithë kjo fasada që ka ngritur tani për sjelljen politikisht korrekte, për mos përmend ngjyrën, racën, mos përmend këtë, mos bullizo, mos tall. Po unë besoj se bullizimi bën njerëzit më të mirë. Ua, shumë e bukur kjo si teori që ti po thua për të parë kaq publikisht. Dhe s'besoj se guxon një ta thotë. Sepse kjo është problemi që të vërsulen 1000 gojë që nuk e kuptojnë pse dhe si, dhe ti dukesh radikal. Në fakt, unë kam një mendim pse e mbështes. Pse? Pse bullëzimi të bën një mirë? Po, për shembull, është një film ku bëri muhabetin shumë të lezetshëm tani. Po do bëjmë 3 seri. Më duket, nuk e di kur do e mbyllësh sot. Po ti e di, mbahet nga pyetjet tua, mos e ngacmon folën e Gerezave që mbyllet kjo punë. Ka qenë një film, do ta them shumë kështu, është një skenar fare naiv, po një film me The Rock,
Dwayne Johnson dhe ky tjetri, Kevin Hart. Vazhdon historia e humorit, i holli me të trashin e tjerë. Se funksionon gjithmonë. Gjithmonë është një çift, Olja me Stelën. Olja me Stelën. Po, ata e kanë pikasur këtë se nuk ka krijime së fundi, ka vetëm riciklime të gjetjeve të vjetra, edhe në muzikë, edhe në kinema. Dhe çfarë ishte ky film? Ishte një histori suksesi mbi bullizimin. Ku Dwayne Johnson në të rritë e veta kishte qenë një djalë overweight, shumë i shëndosh, siç i themi ne këtu bol, me faqet mëdha, me dhjam, me rrumbullakët komplet. Nuk bënte dot kaluçin si ai, e mban mend atë Eftanin, o qullac, që s'bënte dot kaluçin në shkollë, ka qenë një film këtu. Edhe ai punoi aq fort, shikosh po lidhen vetë gjërat, mu po e lë një temë dhe zënë temë, pse se vin shumë, puqen ato numrat. Edhe ky ishte një film i bullizimin. Guximtarët, nëse e kujton. Guximtarët. Ku ai ishte më i urtë i klasës, ishte nxënës shumë i mirë, po në fizikulturë nuk shkëlqente dhe xhaxhi Enver kishte thënë që duhet të jemi trup i shëndosh në mendje të shëndosh. Kështu që një mendje shëndosh s'mund të rrinjë në një trup të dobët. Po, sa i bënte ato gjimnastikat në mëngjes. Ashtu, nuk i bënte pa qëllim. Patjetër. Pra, gjithë shkolla e tallte këtë, ju e përndoqën, i bërtisnin, o qullac, nga shkonte ky, o qullac, se ky nuk ka lënë dot traun. Dhe ky nga që u tall, nuk e pranoi dot që të ishte në bizh të shokëve dhe filloi një stërvitje shumë fuqishme dhe e kaloi traun. Njësoj edhe me Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ishte ky fëmijë bullafiq, mbi pesh, i pa palestruar, i pa fizikultuar, që u tall gjithë jetën dhe krijoi komplekse sepse shokët e tallën. Deri ditën që vendosi mos ketë më të tilla probleme në jetën e vet, dhe filloi një regjim shumë fort palestre dhe u bë ai që u bë Dwayne, dhe del atje me muskulin e vet shumë madh, u bë agent i CIA-s. Ishte një nga agentët më të mirë, i fuqishëm në aksion, dhe gjithë filmi zhvillohet mbi historinë e tij, ku në fund ai që e bullizonte mori një grusht krejtësisht të merituar nga ky ish qullaci, që sot është agent i CIA-s, dhe e shtrin atje në tokë, domethënë i jep gjithë shpagimin e jetës vet, kënaqet, ama ai bullizuesi unë thash që s'duhet goditur. Ai duhet ngritur, duhet puthur në dy faqe dhe duhet thënë faleminderit se ti më bëre ky që jam sot. Sa do shëmtuar të ketë qenë çasti, kur bullizimi bëhet ngacmues në kuptimin që të jo shumë i egër dhe i hidhur, që mund të çojnë në depresion, se ka dhe njerëz që se përballojnë dot edhe ikin dhe funksionon ai seleksioni natyror. Pra japin fund jetës dhe kjo është tragjike. Po nëse bëhet me lezet deri aty ku duhet, është i shëndetshëm, mendoj. Kam lexuar edhe unë një shkrim së fundi për këto më të pasurit e botës, si Elon Musk për shembull. Ishte një shkrim shumë i bukur, më ka pëlqyer jashtë masës, sepse thoshte që kjo është epoka e djemve nerd, djemve që janë pak kështu, që kanë sfiduar futbollistët e suksesshëm të shkollës, të cilët i bullizonin dikur dhe këto tani i bullizojnë me para. Dhe është fiks kjo që më theti tani. Unë do bëj më mirë në fushë. Bërë më të mirë pikërisht nga ky bullizimi që u ka ndodhur atëherë. Pra kur është i shëndetshëm dhe ti je i shëndetshëm, mëndërisht, ti e kthen këtë gjë në favorin tënd. Në favorin tënd, po. Nëse nuk je i përgatitur mirë për jetën, ti kur s'ke për të qenë, domethënë, edhe bullizove, edhe su bullizove, ti do ngelesh gjithë jetën i papjekur, i pabër. I pabër. I pabër. Prandaj jeta ka këto forma të seleksionit natyror. Darwinizmi nganjëherë funksionon. Pra, më i dobët i ikën, më i fortë i rri, të gjitha janë ndonjëherë i merr si fatkeqe, duken si të rënda për t'i thënë, sepse ka njerëz që vuajnë, familje që vuajnë me këto probleme dhe janë të rënda për t'i thënë, dhe ne për mos lënduar njerëz nuk i themi. Po nga kjo mos e thëna, marrin zemrat e ca qafira. Në kuptimin, po e them këtë termin qafirë se përdor kurrë, domethënë më erdhi tani. Marrin disa njerëz që nuk kanë asnjë vlerë personale, po mund të dalin të thonë çdo lloj bullalliku, mund të bëjnë çdo lloj sjellje antisociale, dhe ti nuk i ngacmon dot, nuk i tall dot sepse është keq të tallesh, e kupton? Jo, për këta tipa është mirë të tallen deri në çorape. Se unë qesh se s'kam çfarë bëj tani. Jo, mund bësh të fillosh në tallësh. Të tall ti. Tani këto flokët, sa vite ke që i mban të gjata? Që në 91. 91. Po. Nuk e provuar ti shkurtosh asnjëherë? Njëherë provoj me motor edhe provoj shkurtimin e flokëve të mia dhe dramën e parë në jetë. Se çfarë i bëre motrës? Gjëra drama.
U përleshëm mirë. U përleshëm. Pupla gjë. Se i thash me hiq pak majet dhe ajo I shkurtoj se kështu e bëjnë këto, ti edhe mua më shkurtojnë. Donte të më shite se mamaja kishte merak, po prirë këto flok. Kam përshtypjen se shkreta se është mirë e bukur me shëndet sot, po kur ti vit dhe ja fundit dhe ngret hapi dhe jeri sfirë, po prirë më flokët. Pastaj do ja vi shtëpi. Pse e ka me merak të punën e flokëve? E ka me merak, nuk Po e di pse? Se vim nga një familje juristësh, pedagogësh, kështu serioz, domethënë. Edhe që doli ky maçoki zi. Nga doli ky? Nga doli ky delezez. Po mirë, ti mendjen e ke prej intelektuali, vetëm flokët ke prej rockeri. Flokët i kam prej budalli, po. Po, ke pasur një personazh ose këngëtar që ti e ke pasur si idhull atëherë? Ekzistonin idhujt për ty apo ja e zgjuar sa mos mos të kesh idhuj? Jo, është pak ajo, është. Nuk e mendoj ashtu, nuk kam vlerësim kaq të madh për veten, biles kam shpeshherë ironizoj veten edhe mundohem. Po mirë, autoironia pjesë e zgjuarsisë. Jo, nuk është pjesë gjithmonë pjesë. Vërtet unë mendoj që nuk vlej aq sa mund të besoj dikush. Mendoj se vlej aq sa vlen lëkura ime. Edhe jam shumë realist dhe me kam tokë në këtë pikë, nuk kam asnjë mendje madhësi. Nuk kam pasur idhuj sepse kam pas mendje analitike. Pra kur unë them Pink Floyd, unë jam fans i Pink Floyd, po jo në kuptimin e fansit të verbër. Prandaj as mund të jem fans me Partinë Demokratike ose partijak, sepse i shoh defektet e liderëve, e shoh që kanë probleme, po i shoh si një e keqe domosdoshme kur pranon qeverisjen në formën demokratike të sistemit shoqëror. Gjithashtu edhe muzikën. Kur unë u rrita me Pink Floyd, kisha çdo album të tyre, dija çdo histori të tyre, ndonjëherë transformuar se këtu s'kisha shumë mjete informacioni. Po kopionim ato kasetat me njëri tjetrin deri është njëri në kombinat që ka sjell albumin Uma Guma, që ishte një album i humbur i Pink Floyd që ata sa vetë se mbanin mend. Ne shkonim me gjeni me kopionim, i trokisim tjetrit të në 4 drekës që pa e njoh fare i dilte thoshte ç'a keni, ç'a ju kanë bë. Ke atë kasetën ti na kanë thonë që ke një album Pink Floyd dhe ta shkëmbejmë bashkë. Oh, hajde çuna, ishte një shoqëri kështu që bëhet vetvetiu. Pra, në këtë nivel adhurimi, unë dihet kuptoja që David Gilmour ishte një kitarist mediokër. Që Roger Waters ishte një basist më shumë se mediokër. Që Nick Mason ishte një baterist fare i zakonshëm. Po si kuptoje ti këtë? Po sepse kishte se ne për shkakun na duken të jashtëzakonshëm. Po mirë, unë merresha me muzikë. Dihet të analizoja se si ishin Deep Purple apo Led Zeppelin në skenë. Virtuoz të pa imagjinueshëm. Dhe shifja këta në live-et edhe kështu në për ato, kuptohet se sa nivel teknik ka një muzikant. Ama ata kishin këtë gjën tjetër, domethënë që mjetet shprehse, kompozimi, mënyra se si aranxhonin formën, se si shkonin, se si jepnin mesazhin me anë të notave dhe të akordeve që zgjidhin dhe të teksteve që zgjidhin. Ishin madhështor të pa përsëritshëm, krijuan një stil, se nuk është puna se ti do lush të akorde se kushdo e bën, po të krijosh një stil aq me aq shent, me aq distinktiv, aq të fortë, me aromë aq të fortë, sa që kishin ata, është një gjë që vjen një herë në 100 vjet ose s'vjen më. A mos ndoshta ka rol edhe droga? Jo, këta ishin kështu intelektual të mirë. Ishin intelektual? Po, s'kan histori droge me ta. Jo. Jo? Jo. Ishin arkitekt, ishin kështu, vinin nga tjera profesione këta, dhe nuk njihen për histori droge. Ishin disiplinuar, ishin familjar. Ai ka bërë një album të tërë për teatrin për shkak. Roger Waters. Albumi i fundit që bërë me Pink Floyd ishte The Final Cut, ku ai tregon gjithë historinë e luftës në vështrimin e në sytë e një fëmie. Nëse e kishte përjetuar ai humbin e teatrit e gjithë ngjarjet luftare, sa ishte ka qenë i vogël në atë kohë. Ka bërë një film dokumentar për këtë. Pra, këtë bën një njerëz me botë madhe dhe që është serioz, që besonte familjet e nuk janë junkie siç janë Aerosmith për shembull. Po, nuk janë ashtu. Nuk janë rock and roll guys nga këta talent bruto, po junkie nga jeta private, kupton? Ta janë më intelektual. Në vitet 90 shpërthyer shumë grupe muzikore, siç ishit edhe ju. Ju kujt i ngjasonit më shumë nga këto grupet e famshme botërore? Nuk mos e quaj ju se unë nuk isha, unë thjesht këndoja aty. Ti thjesht këndoja, kompozova ca nga ato këngët aty vjet melodike. Po ato i merrte Neritani, kitaristi Neritan Molla, ai i merrte vendimet ose stilin e bandës. Ai ishte edhe themeluesi me drejt plot, domethënë ishte ai që ishte bërë mbar, që kishte mbledhur çunat, kishte krijuar kushtet etj etj. Unë isha një i ardhur aty, duhet këngëtari, po
është ky çuni që kënon, u prezantuam, u njoftëm, fillon të prodhu këngët e para, derisa shkon te koncerti i parë në sheshin Skënderbej, atje ku unë bëra një marrëzi, atje u hodha kështu mbi njerëz. Kam qenë i pari që kam bërë crowd surfing, e di? Jo, se di këtë. Po, bëra crowd surfing unë atje. Po ç'ne? Sa vjeç ishe atëherë? 18. 18? Po. Ua, ka shkruar mediat për këtë apo jo? Po jo, që të shkruaj. Mediat s'din që ishte crowd surfing, as që ishte metali. Po ti ç'ne që kaq kështu ishe, kaq. Po, isha pa emocion kështu. Zotëroja isha sikur kisha lindur në skenë. E kisha të vetvetishme, nuk e di pse. Po si ka mundësi që nuk e vazhdove këtë, që të ishe një personazh me një profil të lartë publik, jo me një profil të ulët. Domethënë, çfarë ndodhi me ty? Se mund të ketë ndodhur diçka. Domethënë, e mban mend ti ato përjetimin tënd të asaj kohe? Po, ja ta them unë se si shkoje pse unë nuk bëra muzikë në atë kohë. Sepse të thash që unë nuk mendoj se jam aq i mirë sa mendojnë tjerët për mua. Të mungon vetbesimi. S'është vetë besim, mendoj se duhet të jem më i mirë që të kem diçka për të thënë. Dhe vazhdoj përgatitem. Ndërkohë që ti përgatitesh, të tjerët bëjnë. Po. Si është ajo, ndërkohë që një zgjuar mendohet, një budalla. Jo, s'është natë. Jo, është e kundërta, si është. Ashtu është. Është një gur lume, po nuk e kisha në atë kontekst. E kisha në kontekstin që vërtet s'kishte kushte në Shqipëri. Ishte të mërshme, ishte dramatike, të gjithë e din. Po dikush u pajtua me Zezonën, dikush tha jo, nuk duhet ta bëj kështu. Për shembull, mbaj festivalin e parë që kam çuar një këngë, 98-99. Luaj këngë atje dhe unë se njëve kujt është kjo kënga, thosh. Po është kënga jote më. Po jo, s'është kënga ime, ç'ne kjo kënga ime. Po ishte aq keq e shqepur, e shpërfituar, e transformuar. Vërtet. Po. Sa ti s'po e njihje më. Sa unë s'po e njihja më, domethënë sigurisht unë po tallesha, po ajo ishte unë rria merresha në studio me ato rifiniturat më të imta me detaje të papara. Dhe atje kishin ikur 90%, kishte ngelur një kurriz, një shtyllë kurrizore peshku, domethënë, një 10% që mund ta kuptoj që është kënga jote. Ua, e tmerrshme. Po, e tmerrshme. Ishin ca bokse të bëra vetë kështu në atë kohë. Kishte një servis i parë i vjetër ca njerëz që kishin marrë një iniciativë atëherë për të bërë servis fornie ndriçim dhe vazhduan deri vonë. Tani e kanë lënë ndoshta këtë punë shumë vonë. Por në atë kohë me boksat bërë me kështu me gozh, shive vrimën tepër të nga kthej kokën, shive rrezën e dritës, domethënë, matan boksit. Se ishte i shpuar. Dhe kjo bënte festivalin. Po. Më thash, kjo s'mund të vazhdoj kështu. Mundimi im do shkoj dhe isha edhe një çik shumë estetikisht doja ti kisha gjëra të qepura mirë. Perfekcionist. Pak ndoshta edhe perfekcionist. Dhe kjo më ka lënë mbrapa. Pra, o do bëja kushtet o s'ka. Dhe prej kësaj, unë fillova një kompani, fornie dhe ndryshimi, që më mori 28 vjet jetës. Sot që flasim bashk, unë kam ngarkuar më shumë hekura dhe drasa sa çdo artist tjetër. Edhe sa vjeç je sot që flasim? 50. 50? Hajde gëzuar, edhe 100. Gjysmë shekull domethënë. E si të kanë ikur këto si në ëndër apo i ke shijuar? Ky ishte shekulli më i keq tani do vi ky më i mirë bravo. Gjysma tjetër. Çfarë tipi ke qenë ti në ato vitet e tua si 20 vjeçar? Në të Shqipërinë postkomuniste. Ke qenë i hedhur, ke pas shumë histori në Tiranë? Ke qenë më i hedhur se Elton Deda, se ai mbahet sikur shumë i hedhur. Elton Deda quhet Hedhja. Emri i tij dytë është Hedhja. Apo ke qenë më i hedhur se Redon Makaç? Unë isha pritja. Po patjetër më i hedhur se Redoni. Redoni merrte Coca-Cola, unë merrja Fanta për shkak. Ja kaloja. Jo, unë isha aventur, domethënë, kisha qenë aventurën, pëlqente të flija me çadra, shkoja Bregdeti, ti merrja mbar gjithë ato guva të ndej. Unë thasë ti merrja mbar vajzat. Po të kishte vajza në guva ndoshta, po s'kishte, nuk kishin aq aventuriere në atë kohë. Okej. Kështu që përfundonin me njëri tjetrin duke pjekur në misër atje në prushe duke kënduar me kitarë çakorduar në Bregdetit. Çakorduar, ëh. Po, se e prish lagështia. Po, ç'ne që ju fute juridikut kur ishe një artist që pëlqej muzikën? Po, kitarra ishte, unë kisha filluar kitarën herët me Sazan Binjakun të ndirin, se ai si thon kitaristi i grupit na bashkoi kënga popullore. I madh gjeti një njoftje dhe kështu unë fillova 14 vjeç, fillova kitarën, dhe kisha një mundësi të shkoja në shkollë në lice.
Tani në lice duhet isha nivel edhe më, duhet kalonte, duhet bëja një vit pushim. Vazhdojnë çik studimin që të kapja nivelin e shokëve. Të hyja në lice. Liceu në atë kohë kishte një problem më të madh akoma. Problemi ishte që nuk kishte për kitar, nuk shkoje dot në shkollë të lartë, pra nuk kishte më. Mbaronte ishte si shkollën mesme profesionale, siç mbaronin tornitore kështu, ishte edhe kitaristët. Pra mbaronin shkollën mesme dhe dilnin në jetë. Kjo ishte pa pranueshme për familjen time, ku gjyshit e mi, për shembull, një gjysh ishte ndihmës mjek, gjyshi atje nga mamaja ishte mësuese në shkollën normale në pedagogjikën e Elbasanit. Gjyshi gjithashtu ishte mësues letërsie, daja im pedagog letërsie, shumë i njohur rrethet e letrarëve në atë kohë. Kush është? Bardyl Madraxhiu. Po. Ndoshta ti ke bërë gazetarinë, ke pas. Po, e njoh. Daja i madh, se kam 3 daja. Pra, isha nga një familje ku të 3 dajat, njëri inxhinier mekanik, tjetri pra gjithështu strikt, nuk mund të kuptoj që Erjoni, djali jon, domethënë mos mbaroj me të mesme. Plus unë shkollën e mesme, pastaj mbarova me 9.8 Sami Frashin, që ishte një shkollë shumë e fortë. Shumë e fortë, edhe vazhdon është. Edhe vazhdon është më e mirë, në atë kohë ishte absolute. Po unë mbarova me mesatarën 9.8. Bravo. Pra, po. Ato 2 notat minus, ku i kishe në çelëndësh? Eksakte? Matematikë. Matematikë. Fizikën e kisha qef. E kam dhe shok në Facebook atë profesorin atërshëm, Burhan Tabak, me përshëndes. Burzët një shumë bukurosh, i lezetshëm, po shumë serioz dhe i në atë kohë, deri në kufitet të qenit i sertë. Ashtu kanë qenë gjithë atëherë, kanë qenë fiks profesor. Po, profesor. Edhe nuk mund të pranoj fakti që unë mund të mbyllja karrierën me një shkollë të mesme, jo se kishin një paragjykim për muzikën. Po kështu ishte familja ime. Po ti vetë? E quaje problem? Nëse ngeleshe me shkollë të mesme? E quaje problem. Se kur rritesh një familje intelektuale... Me iniciativën e Edi Misos, u hap më në fund dega për kitarë klasike në Akademinë e Arteve. Pra mund shkoj nga liceut, vazhdoj edhe akademinë dhe quhesha me shkollë të lartë. Po. Ishte kjo paragjykimi kështu i nivele shkollore. Po, edhe ti përfundove juridikun. Përfundova juridikun. Pra vazhdova juridik, ndërkaq vazhdoja mësimet në kitarë me Edin, me profesorin tim. Vazhdoja solfezhin me Liriana Demën, që është zysha, vërtet falem, se kam thënë asnjëriu, pastaj mund t'i them ja sot për herë të parë. Faleminderit që ekziston. Një grua heroin me një histori shumë të trishtuar dhimbshme të jetës saj personale, ku e njohin gjithë rrethet muzikore, kanë nxjerrë me dhjetra breza, më e mirë absolut në didaktin. Pra solfezhin e kam nga Liriana, Endresina më ka thënë mësim harmonie, kompozicioni. Pra i mora mësimet privatisht nga më të mirët, por nuk ndoqa Akademinë e Arteve. Edhe përfundove juridikun. E bëre ndonjë ditë profesionistin e juristit? Jo. Jo? Jo. Pasi juridikun nuk e mbarova përfundimisht. Nuk u diplomova. Unë kisha filluar që atëherë suksesin me këngët, me muzikën, kisha marrë ca çmime, Po, se ke bërë hite atëherë, po. Ishte një kohë kur unë isha në studion muzikore, isha, si me thon, ndër më të mirët, dhe isha të kohës, isha teknicien i fort, studioja shumë, lexoja shumë, kompjuterist i mirë, më thoshin atë kohë, shqyr që kemi Erionin, vija i ndihmoja të gjithë, i rregulloja studiot. Isha si një lloj bërthame, motori energjie i studiove të Tiranës. Dhe sa më lëshonte njëri më kapte tjetri, nuk bija në tokë në një farë mënyrë, derisa e pash që s'kisha kohë. Por nuk ishte koha prapa që më bëri mua mos e mbaroj juridikun, se bëra 3 vjet e gjysmë dhe ngela për 4 provimet e fundit. Po çfarë thua, se ke marrë diplomë? Ishte Eni Çobani që vendosi që unë mos vazhdoja më. Çfarë thua? Po çfarë Eni Çobani? Kishte një lëndë më të parëndësishme të juridikut, ishte drejta e krahasuar publike. Ndërkombëtare. Pra, çfarë ndryshime ka ligji shqiptar nga ligji francez apo nga ligjet ndërkombëtare, jo ligji civil, sa prapë është më rëndësi. Ligjet ndërkombëtare. Çfarë ndryshime ka shteti nga shteti? Ishte një libër 60 faqe i gjithi, që më vonë u hoq fare, u bë fakultativ. Po Eni e mbante shumë fort atë sepse ishte pozit, ishte pedagog. Dhe pati një konflikt, kishin pasur një konflikt familjar, diçka midis dajes tim dhe burrit saj dhe më zori natin mua. Çfarë thua? Po.
E mirë, gëzuar. S'ka gjë. Më mirë. Çfarë duhet? Më Më mirë. mirë që më bullizoi. Të bullizoj. Po, se do kisha humbur kohë me juridik. Ti historinë se ke treguar ndonjëherë, ë? Jo, është hera parë. Po, e di ke treguar shumë gjëra për herë të parë sot. Tani. Më kanë pyetur për herë të parë prandaj. Po. Tani në këtë 50 vjeçarin që si ishte më i miri, por që pritet ky tjetri. Cili është kuptimi i jetës për ty? Më dhan, ke dalë një konkluzion se cili është kuptimi i jetës? Tani unë di një gjë që jeta s'ka asnjë kuptim. Këtë e di mirë. Jam i qetë edhe i sigurt. Po, këtë e di mirë, po pse kam arrit në këtë përfundim, domethënë mund të jetë temë diskutimi, dikush mund thotë tani fillon jeta. Po, ka qenë dikur një slogan, jeta fillon 40 vjeç. Po tani është shtyr tani fillon 50 vjeç. Fillon 40, pastaj 50. Kështu që tani fillon jeta 50 vjeç. Çfarë do bësh tani që fillon jeta për ty? Në një gjë të veçantë? Unë kam filluar të humbas më pak kohë me personazhe të pavlefshëm. Kam bërë retreat. Do të thonë kam ardhur në këtu në fshat, në Katon, siç tham. Po. Petrel, që është një komunë e lezetshme me histori, me kala, me natyrë të bukur, që po e prishin. Sidomos kjo natyra njerë që ishte një mrekulli. Po e prishin dhe atë, po të shikosh rruga u shkatrua, ndodhin gjëra të çuditshme këtu, po këto ja lëm kohë se do gjykoj koha. Shkaktarët e vërtet të rrënimit të Shqipërisë në përgjithësi, jo vetëm të Petrelës, domethënë. Kështu që bëra këtë retreat për të shkëputur nga njerëzit që më hanin kohë kot. Sepse pashi po i shërbeja shumë njerëzve. Duke qenë një natyrë që jam pak altruist, pra du që ti jenë të tjerët më të lumtur se vetja, do shta dhe kam tepruar, doja t'i bëja të lumtur me zorë, pse s'lumturosh, ore, shke? Po për ke fjallën? Për gjithë bashkëpunëtorët e mi. Bashkëpunëtorët. Po. Edhe që ndodhi pastaj? Ndodhi që bashkëpunëtorët nuk donin ta merrin nga unë lumturinë, kishin format e tyre të arriturit lumturisë. Që nuk përkonin. Për shembull, ç'a kuptove nga kush apo nga çfarë merrin lumturinë këto? Ka gjithë secili ka format e veta. Morali nuk është universal. Dikush që gjen gëzim të madh ke bërja mirë, dikush gjen gëzim të madh ke bërja keq. Dikush nuk e ka arritur ta gjejë akoma kuptimin, po atë që ka kuptuar e shet si kuptimi final, pavarësisht se mund të jetë vetëm një nga kuptimet, ndoshta edhe i gabuari. Kjo ishte si ato tekstet që the ti që merr kuptimin vet. Mirë. E pim edhe një kështu gëzuar. E pim. Dhe thjesht tani bëhemi më pragmatist. Prap jam idealist, unë nuk e vë pragmatizmin, domethënë për mua nuk prende s'ka rëndësi paraja, pasuria. Parat unë i shoh si tela për kitarën, i shoh si një preamp që duhet për të bërë këtë vokalin më të ngrohtë, më të mirë, si një efekt procesor që ta bëj këngëtarin të duket më superb, do thonë kur ta miksoj. E shoh paran si një mundësi për të arritur për të realizuar diçka. Dhe paranë nuk kam vënë para, kam vënë pajisje. Shoh shumë dhe këto pajisje i kam bler, çdo pajisje këtu është një pikë e djersës time gjatë këtyre 50 viteve të parë. Jo 50, se unë po kam filluar që 18 vjeç të punoj. Domethënë 30 e kusur vite, 35 vite të mira që kam punuar shumë fort. Nuk mendoj se mund të ketë punuar njëri tjetër më fort se unë. Njerëzit që më njohin e dinë që kam punuar shumë rënd, deri në vetmohim. Duket ke arritur vetëm këto kitara, ca kitara ke gjithsej? Po ka kitara. Koleksion kitara ashtu apo ja? Po ca janë edhe të miqve të mi që i lën këtu, u bëjnë setup, ja u rregulloi, ja u. I lën si makinën në. Po si lën ke garazhi një komshi. Po. Ca janë të mijat. Nuk është se kam një kështu pasion për të mbledhur kitara, se këto kitara të bëjnë problem. Pse? Po për shembull bie zjarri në shtëpi, ai nuk shkon të marrin gruan ta nxjerrë jashtë, shkon merr kitarat. Edhe kjo ndodh kështu. Duan më shumë kitarë se sa grua, se sa gra, po, ata që bëhen koleksionistë shumë përfundojnë. Për dashurinë, çfarë mund të më thuash ti? Ke kuptuar ndonjë gjë? Ja vlen të dashurosh apo? Patjetër. Patjetër? Po mos isha i budall, nuk do të bëje asgjë tjetër në jetë. Do të jesh i budalla, mos e kuptosh jetën që të arrish të kesh arritje. Se po e kuptove që në fillim ike, nuk është e kot. Është e kot, ë?
Nuk bën asgjë. E di që fundi është kot, nuk e vlen të bësh asgjë dhe nuk bën. Po të bekon Perëndia me budallëk në rini dhe ti merr hapat. Po pastaj që do të thotë që kur kalojnë vitet ti nuk je më i bekuar me budallikun e Po dashurisë. Po varet sa budall je. Mund zgjasë edhe shumë ajo. Ti vet. Unë vet. Sa budalla je në këto momente për dashurinë? Jam ende Këtu budalla. dhe ta bëjmë një Jam ende Je budalla. ende Po, budalla. jam Okej, ende gëzuar. budalla. Para sa vitesh me Ton Dedon, nuk e di kush kanë qenë artistë të tjerë, ju bëtë Rockstockun. Po. Edhe aty kur këndonit këngën Pirati i Zemrave të Çirim Denaj, aty harrinte kulmin show. Po. Tani Ishte një kështu. si ishte ajo kohë për ju? Ishte koha më e lavdishme për sa i përket karrierës suaj? Deri tani po. S'kemi asnjëri nga ne nuk ka bërë, po Toni mund thotë që kanë bërë pallat kongreseve. Po, koncert, bërnë ato kanë 3 bërë- musketierët, po. Po, kam bërë një koncert tu, kam bërë një koncert atje, po ai ishte më e lavdishme, ishte më rock and roll. Koha e Rockstockut. Ishte një histori vërtet e gjakut rock. Edhe sa zgjati, sa vite? 6-7 vite. 6-7 vite. Si ndodhi që u mbyll? Apo Po u rritën ata brezi fundit i rockerëve të mbetur gjallë në Tiranë. U rritën u bën me fëmijë, edhe vazhdon të ndru pelenat. edhe Ne zvinin. bënim rock and roll për askushin pastaj se plus që plasi oferta më e madhe, më e rëndësishme, më të rejse në Tiranë. Kishte oferta të tjera përveç muzikës. Cila ishte? Po pati oferta të çuditshme, edhe vazhdon ka. Po në i thuaj. Po lëndët narkotike janë më të rejse se sa çdo lloj rock and rolli për shembull. Po ka dhe një gjë që ka dhe rock and roll edhe lëndë narkotike. Po, I bën të dyja bashkë në një brezi vend. vjetër, nuk i përzienim dot. Ne thoshim whisky and rock and roll. Nuk thoshim drug and rock and roll. Po pse s'bët ju në një? Nuk na i Pislik. pranonte morali, na kishte brumosur mirë Xhaxhi Enver. Do kishit bërë gjën më të mirë. E di, kështu thonë shumë, po ishte e pamundur. As unë as Eltoni nuk kemi marrë kurrë asnjë drogë në jetën tonë. S'kemi provuar asgjë. Eltoni ka atë pasionin e vet me pak me alkoolin e me kështu. Po. Unë se kam as atë. Ti se ke as atë, po si ka Unë mundsi një rocker? Pi për qef, mund pi një gotë, 2 gota, qameti dhe mbyll. Nuk e pasur asnjë varësi në jetë, se doja ta bëja pyetje që në fillim. Asnjë varësi, alkooli, ku do unë, cigarja, droga që hyri pas 90-s. Jo. Asnjë. Jo. Cigaren e fillova vonë, 28 vjeç, kot gabim i madh. Po shkova duke e njoh veten që mund të bëhem adiktiv edhe ndaloj. Cigaren e lash para 8-9 vjetësh. Edhe e lash me njëherë. E le me njëherë. Kalova nga 2 paketa e gjysmë. Ishte ekstrem. Me Elton Dedën vazhdon miqësinë? Jeni miq? Nuk na bashkon më përditshmëria, planet. Miqtë mbajnë planet. Planet e përbashkëta. Kolegët gjithashtu. Po s'pate planet përbashkëta. Çngelet. Nuk takoni më do. Po ati si bie rruga kur në Petrel. Po Mua ty nuk s'të më bie vet aty asnjëherë s'më bie rruga në Pazar të Ri. ku ka Po, xhekun. po. Kështu që na ka ndarë vetvetiu koha dhe rrethanat. Po unë mbaj që ai u bë kumbari i vajzës. Po, Toni është zyrtarisht kumbari i Arjas. Po i Arjas, po i bën ato detyrat e kumbarit, se unë e di që në kumbar duhet të jetë shumë pranë vajzës. Ndoshta këtu punon karma. Edhe unë jam kumbari ideali të vogël, po se kam bërë detyrat e mia fare. Ideali të vogël. Po, një ideali të vogël të një miku të familjes tonë. Po. Ishte shumë i ri atëherë se kuptoja fare që ishte, po ishim miq familjar, unë isha 15 vjeç, u bëra kumbari një fëmijë. Ishte në fillim ishte ndjesi rrallë, po do të kishte ato zakonet e veta, çdo vit do t'i bëj këtë dhuratën, do ta ndiqja atë punë. Duhet ta ndjekësh. Unë nuk ndiqja veten time. Isha në 4 punë me njëherë. Isha këtu në një koncert, nesër një organizim, pas nesër në studio inkizim. Isha si ai njëri orkestrë që ose ta them si figurë kështu nëse të kujtohet Tomi e Xheri. Është një moment kur ky do ta dënoj Tomin, miu, se e di që ajo e rref po të thyej pjatat ky. Edhe vinte ajo me këmbët, se vetëm këmbët i dukeshin.
pronares. Sa të bukur janë ato. Shumë bukur. Edhe ky jetë gjithë pjatat e mundshme. Që të thyeshin dhe të vinte të hante drut, Tomi. Ai kapte një pjatë, kapte tjetrën, kapte një me gojë, një me bisht, një me kthetër, që dhe kështu isha unë gjithkohës. Gjithë jeta ime ka kaluar kështu. Sa qetësoja një trazir, kapja një tjetër, gjithmonë në ekuilibër, gjithmonë duke mbyllur një vrim, gjithmonë duke bërë diçka të shkonte mirë, domethënë se duhet patjetër të kishte ndërhyrje, prezencë 24/24. Dhe ikën vitet dhe unë djali që i praja flokët, që është sot e duk forte kështu, por asnjëherë nuk kam bërë detyrat e mia. Sa vjeç është sot ai? Dhe i kujtosh 30. Po. Arjen do e bësh këngëtare, se emrin ja keni vendos Arja Fix? Arja është këngëtare. Vërtet? Po, këndon që 5-6 vjeç unë i kam mësuar teknikat e të kënduarit. Ka një vesh natyral që s'ka nevojë fare unë ti bëj asaj ti mësoj asgjë. Ka një vesh natyral, shumë të mirë. E kemi futur për piano. E filloj vonë, po i kap shokët. E filloj në klas 5, duhet fillon të qenë klas parë, se liceu ashtu është pianoja. Si disiplinë fillon në klas parë. Klas parë duhet filloj, jo? Po ne filluam në fakt me një mësuese privatisht, të që 5 vjeç filloi piano, bëri një vit, pastaj plasi Covidi. Covidi ndaloi çdo veprimtari jetësore. Mësuesja s'vinte dot, ne se çonim dot, ngecën 2 vjet, u bë, domethënë e pamundur të vazhdonte, pastaj ajo kur e lë të lë dhe iku 3 vitet e para çuam në shkollë të përgjithshme, domethënë. Po, edhe kurrikula e përgjithshme. Pastaj morëm një vendim, them kjo e ka këtë talent, e ka veshin, i ka dhënat, ka gishtat e gjatë, i kishte të gjitha të mirat. Kjo duhet vazhdoj muzikë, se është e quar dëm pas vazhdoj, dhe e quam në lice, dhe sot është shumë mirë. Është shumë mirë. Po, është shumë mirë. Të ngjan ty? Më ngjan në ca gjëra. Sinqeriteti yt është është shumë i bukur. Në ca gjëra, për shembull, në të cilat? Qa ka nga ty, Arja? Po, forcën analitike ka shumë të mirë. E ka, e? Po, e ka. Duket sikur flet me një 18 vjeçar, është vetëm s'ka bërë 12. E kemi gjetur biles një herë, kështu se po bëjmë gallat, ne kemi prizmin e një bisedës së gallatës. Ishim një barbecue këtu, edhe kisha mbledhur ca miq, ishin disa bashkëpunëtor të studios etj, inxhinier, edhe disa miq të vjetër tonë. Një nga djemtë ishte 25 vjeç, ishte rishtar në punën e teknologjisë, kishte filluar të merret me këtë punë. Djalë shumë i mirë, shumë edukuar. Mbasi kishim pjekur një qingj aty në hell, kishim pirë ca gota verë, ca gota birr. Gjejmë këtë djalin që po bënte muhabet me Arjan. Mbasi kishte pirë pak, ai bënte muhabet filozofik për jetën me Arjan, dhe Arja e dëgjonte, ishte vetëm 10 vjeç. E dëgjonte dhe i përgjigjej adekuat këtij jepetën, po mos u mërzit se kështu e ka jeta. Se kishte pasur ca kështu dështime të veta, ca mosarritje. Jo, flisni për jetën, në përgjithësi qyteti jon, se ishte nga Maqedonia, nga Struga në fakt. Qyteti jon është shumë i vogël, ja, unë nuk e gjej dot veten aty, kështu gjëra, domethënë ne nuk ke ku të zhvillosh profesionin, po sa mirë ju në Tiranë, se Tirana është më zhvilluar. Dhe kjo jep përgjigje këtij, që po i qante hallet e jetës, e kupton? Dhe unë e pash dhe thash, ky po qan hallet me Arjan. A ishte 27, këtë jonë 28, Arja ishte vetëm 10 vjeç. Edhe përshtatej me situatën, po bënin muhabet si dy të rritur. Shiko, nga intervistat që kam bërë unë, shumë artistë nuk duan t'i bëjnë këngëtare, domethënë. Nuk duan t'i bëjnë vajzat këngëtare, artiste. E shohin si diçka jo, thonë, se është shumë e vështirë. Biles kam dëgjuar disa që thonë që jo, po këngëtarët vdesin shpejt, jo droga, jo depresioni, jo. Domethënë këto problematikat. Buzëqeshja mi Xhegrit më del edhe në ëndër, 80 vjeç tjetër s'ka pas ndonjë problem. Domethënë s'ka lidhje. Ti do investosh që ta bësh një yll të skenës? Momentalisht, që t'jemi sinqert, nuk kam edhe aq mundësi që të ndikoj në jetën e Arjes, për vetë rrethanat e se jeni të divorcuar, po. Po, mundohem të jem sa më shumë, sa më afër, po kjo varet pak edhe nga çfarë do dhe çfarë vendos prindi tjetër.
duke qenë se fëmia shpeshherë ndodhet midis një pozite ku mund të zgjedhë, ku i pëlqen më shumë, si i pëlqen më shumë. Ai që disiplinon më shumë është më i pakëndshëm. Ose e vërtet është prindi që e fut më shumë mshina është më i pakëndshëm. Dhe ti zgjedh të shkosh gjithmonë më pak se je fëmijë. Do marrësh anën e lojrave, marrësh anën e të rrish, të lexosh, të shfletosh iPadin. Kështu që e gjeta një moment veten duke hyrë në një garë se kush i bën më shumë qefin vajzës. Ishte gara më e dëmshme që mund t'i bënim asaj. Shumë e vërtet. Edhe vendosa të heq dorë nga ajo garë. Tani ja kam lënë kohës që ose pjekurisë të saj që të zgjedh vetë që se në çdo. Po fatkeqësisht kjo do zgjasi pak edhe vitet e fëmijës kur prindit duhet të jetë afër me përvojën e vet. Mund të kalojnë kështu me mua pak larg edhe kjo më vret. Normal. Po një divorc e ka këtë, apo jo? Se fëmia shkon me nënën. Patjetër. Kështu që babai është ai që duket sikur është më i lirë, po ndërkohë është edhe gogoli në çdo rrethana edhe ligjërisht edhe kështu babait i marrin gjithçka, e trajtojnë kështu si kafsh, shumë i keq, është i poshtër. Nuk e di pse është ky mentalitet. Megjithëse në familjen time baballarët kanë qenë dhimbshur si gruaja më e dhimbshur. Po, jo, e vërtet është. E kuptoj, të është një lloj mentaliteti që ekziston kështu. Po, ekziston. Kur ndodhin ndarjet, vritet një grua për shembull ka vrarë dikush, gjithë burrat në atë çast në sytë e grave janë vrasës. Dhe ky mentalitet përjetësues është shumë dëshpërues, po kjo është një sulm i madh botëror që ka nisur karshi i mashkullit, karshi i burrit. Dhe ka një qëllim që gratë nuk e kuptojnë pse është ai qëllim, thjesht ju pëlqen edhe marrin pozicionin. Po edhe gratë duket sikur po marrin një supergjiro. Se unë jam vetë gjini femërore, por se kur po marrin një supergjiro që duket sikur duan ta mundin, ta vendosin poshtë këmbëve burrin. Si mendon, pse erdhëm në këtë pikë ne? Si shoqëri? Është agjend për mendimin tim, është një agjend e errët. Nuk termi konspiracion në këtë rast i ka kaluar kufit e vet, kjo nuk është diçka shumë e hapur, sepse nuk ka shpjegim tjetër. Pra në momentin kur sulmohet bërthama e pavarësisë njerëzore, që është familja, ndoshta ti më përmend që parë që patëm pastor Akil Panon, mos gaboj. Po. I cili është një mbrojtës i familjes. Ai mund të thotë të njëjtat mendime, ne jemi prapë shok Facebook edhe unë jap like komenteve të tij, e përkrah pozicionin e tij etj dhe mendoj njësoj. Pra është një sulm global ndaj familjes. Pse? Sepse po tentohet robërimi i njeriut, forcimi i shtetit, ku shteti synon të marrë pozicionin e mbrojtësit ligjor ose kujdestarit ligjor të çdo shtetasi, të vendos për jetën e tij, për vdekjen e tij, për pasionin e tij, për llogarinë e tij bankare, për shëndetin e tij, pra të ketë vendim absolut mbi jetët tona. Ky është llavërimi final, në fakt. Edhe kjo është skenari më i errët që ne mund të mendojmë për qenien, për specien tonë si krijesë, si qenie e lirë. Edhe në këtë pikpamje kjo mbërrjet duke krijuar armiq fallco. Në fillim fillon ndajnë grupime raciale, të zinë kundër të bardhëve, pastaj muslimanët kundër katolikëve. Pastaj nuk mjafton kjo se s'po hec kam mirë, se këta po e ruajnë njëri tjetrin. Prap, ç'a të bëjmë, ku ta fusim sherrin? Transgjinorët me këta. As kjo nuk mjaftoi. Burrin me gruan. Ta fusim deri në familje, se ta captojmë sa më pak. Domethënë letrat duhet prihet me gërshërsh sa më shumë. Pra bëjmë një prerje të madhe, pastaj një kështu, pastaj një kështu. Pra njerë vëmë lagjen kundër lagjes, qytetin kundër qytetit, veriun kundër jugut, jugun kundër perëndimit. Këto grupime për çfarë s'u ndo kemi mësuar nga Roma e lashtë. Këto grupime duhet bëhen gjithmonë më të vogla, që të bëhet një mishmash aq i madh, saqë askush mos di kë ka aleat, kë ka armik përballë, apo armik mbrapa, apo partner në krah. Dhe ky mishmash u sheh duke futur deri në familje ku është thelbi fuqia, siguria, shëndeti i mendor i njeriut. Dhe këta mundohen tani të shkojnë deri ke pika ku duan të bëjnë armik burrin me gruan. Dhe si filluan këtë? Nëpërmjet mjeteve të propagandës, nëpërmjet kinemas, nëpërmjet shkrimeve, nëpërmjet televizioneve. Ti nëse ke parë filmat e këtij 10 vjeçarit Hollywoodit, për shembull, gjithë heronjt, superheronjt meshkuj,
që jo më kot ishin zgjedhur të ishin meshkuj, sepse mashkulli është ai personifikimi i forcës, nisur nga përbërja hormonale, natyra etj. Tani meshkujt dalin si bullallënj, të cilët eliminohen të parët në betejën e radhës me forcat e errta, ndërsa gratë triumfojnë, janë të super të përgatitura, vrasin 200 veta brenda çdo skene film. Po, e di. Domethënë bëhet nami i zi dhe gjithë, po të shikosh, Black Panther vdiq ai piku ai heroi, vdiq regjizori. Tani është femër trashëgimtarja e rolit. Supermani, Catwoman, Wonder Woman, Supermanin e bën gay, Barbardën e bën zez. Domethënë Po ndryshojnë të gjitha ato stereotipet që jemi mësuar në histori. Tani po bëjnë superheroi është femër Po eksperimentojnë. Në çdo film. Domethënë femra po ngrihet në piedestal. Po është një piedestal i rrem. I rrem. Po se s'mund të kalëroj ose të shigjetoj ose të qelloj me Kalashnikov një femër më mirë se një mashkull, për shkak të përmasave fizike, për shkak të prioriteteve. Më fal, nëse një femër i vë një fëmijë përpara dhe Kalashnikovin, merr fëmijën e rrëmben dhe ikën me vrat. Kështu është krijuar nga natyra, këtë potencial hormonal ka në krijesën e saj. Ne kemi estrogen, ju keni më fal, çka kemi? Jo, ju keni testosteron, ne kemi estrogen, se po më shikon tani. Po ngatrojmë edhe. Pra, edhe ngarkesa hormonale është e ndryshme. Ne kemi parë për shembull këtu duke jetuar në fshat, kemi mbajtur kafsh gjithmonë. Dhe direkt sapo macet bëjnë klysh, ne kuptojmë më njëherë ky është çun. Sapo qeni bënte klysh, ne kuptojmë më njëherë ky është mashkull. E kupton sepse është më i hedhur, i lëvizshëm, i pafund, do një energji shumë të madhe, ta zotrosh, ta disiplinosh, nuk mbahet. Edhe më njëherë merret vesh është mashkull. Pra, kështu e ka bërë natyra. E ka bërë për të qenë superior, thua ti. Jo, nuk është superior. Është shumë i rrezikuar. Jeta e mashkullit është e mirë. Ju nuk e kuptoni dot sa e mirë është. Është e tmerrshme. Po, mashkulli jeton gjithë jetën. E di që kisha një pyetje, cila është jeta më e bukur, ja e kam shënuar këtu. Jeta më e bukur është e një mashkulli apo një femre? Po jeta e bukur si e përjeton vet personi, më kupton? Kush e shijon më shumë jetën? Jeta e mashkullit është e tmerrshme. Pse? Është gjithë jetën i përballur me rreziqe mbi jetën e tij, mbi ekzistencën e vet. Po ju si jetoni më në xhungël dhe në pyje dhe në luftë. Para 3 muaj u vra një 14 vjeçar me thik. Pa qenë në xhungël hiç. Po kemi edhe dje u vra një tjetër për një pasqyrë makine. Po. Në shumicën e rasteve dje zbritën. Para një javë shikoja video nga masakrat e ushtrisë izraelite në Palestinë, në rripën e Gazës. Ishin të gjithë meshkujt ata që masakroheshin, zhvisheshin lakuriq, lidheshin me tel, qelloheshin me kondak në fytyrë. Në Rusi dhe në Ukrainë, 2 ushtarë pas një betejë shumë burrorore, shumë frymëzuese nga pikpamja e respektit që kishin dy armiqt ndaj njëri tjetrit. U therën me thika dhe në fund i thamë lër të vdes, largohu. Mirupafshim nën. Më lër të vdesem këtë çar në 7 vende, tha, po se vazhdo më këtë punë. Dole më mirë se unë, luftove më mirë se unë. Kjo është jeta e një burri. Del në mëngjes dhe s'dihet do kthehet në darkë. Në çdo moment do të dalë për zot fëmijës, familjes, do të mbroj gruan. Në momentin që bie një fatkeqësi natyrore, duhet të rrëmbej njerëz të dobët, nënën plak apo fëmijën. Pavarësisht, asnjëri nuk i thot burrit mbro veten, shpëto veten. Gjithmonë i thon shpëto gratë dhe fëmijët. Po jeta e një gruaje si është? Unë mendoj që është më pak stresuese. Është më e mirë se sa jeta e një burri. Përkëdhelur nga sistemi social me plot drejt për rolin që ka, japet dera. Ka dhe ajo konkurencën e vet. Ka dhe ajo streset e veta, familjen, lodhin, mbajtjen e shumë ngarkesave. Po bota është më pak e egër brenda mureve të shtëpisë. Po nga një ndarje, kush dëmtohet më shumë? Një burr apo një grua? Fëmia. Fëmia. Po. Mirë. Ka pa telefon. Jona, ke kënaq sot me këtë bisedën? Nuk di. E kisha parashikuar kështu. Po të vish me verë me vete, do marrësh gjithmonë. Tani, në këtë, si ta quajmë, këtë ndërtesën super studion, çfarë ndodh tani? Sa vite ka që ti e ke ngritur dhe çfarë krijohet këtu brenda këtyre 4 mureve? Këtu bëhet çdo gjë
përveç se biznes. Bëhet çdo gjë përveç se tallava. Dhe bëhet asgjë përveç se qef. Pasion. Nëse do të ta them me 3 fjali. Nëse do të ta shtjelloj pak më shumë, ki parasysh atë gardianin e dyrëve të ferrit që thotë këtu s'kalon njeri, po zburit dorën, thosë unë jam ai gardiani i derës së ferrit. Pra këtu është purgatori, andej vazhdon ferri. Nëse doni të shkonin në ferr, ikni në vend tjetër. Nëse doni të keni shans nga purgatori mos shkojnë parajsin e muzikës, kaloni këtu. Këtë e them me shaka, në kuptimin që Anubisi ka një rol shumë të rëndë, po duhet ta bëj ai atë rol dhe pikë. Se bën askush tjetër. Është roli i sakrificës, i bërjes së detyrës. Pra, unë do ta bëj këtë punë derisa të kem fuqi edhe frym. Pavarësisht se e di që jam i dënuar që të shkoj kundër rrymës, të shkoj kundër sensit të biznesit, të shkoj kundër sensit të fitimit. Nuk më intereson për mua, është jeta ime ka funksionuar gjithmonë për të arritur në këtë pikë ku unë të jemi lirë nga detyrat e tjera ose nga nevojat jetike për të përqendruar për të bërë muzikë. Dhe nuk mund të vi tani koha kur rrethanat kanë ardhur që unë duhet të bëj tallava dhe unë të braktis 30 vjet apo 40 vjet përgatitje emocionale, shpirtërore, garë me veten, garë me kohën, investim profesional, ta braktis sepse na erdhi pa dashje koha kur duhet me bëj tallava. Kryeministri mund të bëj tallava, unë s'mund të bëj tallava. E ke fjalën për këngët e fushatës së kryeministrit apo e ke për për këngët e fushatës. Çfarë mendimi ke për këngën e fundit të fushatës? Janë tallje të rënda me publikun. Ashtu, po ato kërcejnë. Kush janë ato që kërcejnë? Bliku i tij. Po bliku elektorati. Kërcen prifti nga Belaja. Kur ai ti thotë kërcejnë, ata do kërcejnë. Kërcejnë nga Belaja. Po, kërcejnë nga Belaja. Tani cilët janë këngëtarët, artistët që hynë në këto studiot e tua? Nuk ka shumë. S'ka shumë? Ja. Disa emra që miqtë ti mi nuk bashkëpunon bëjnë tani? muzikë, për shembull. Ata që janë bashkosit e mi, miqtë e mi nuk Nuk bëjnë, bëjnë kanë lënë muzikë. muzikëbërjen, po. Domethënë ekzekutojnë, performojnë, por Por nuk nuk prodhojnë. krijojnë, nuk prodhojnë. Krijojnë më. Ose krijojnë 1-3 vjet që nuk është nuk është më diçka që nuk përbën sasi, domethënë. Këta që bëjnë muzikë janë brezi i ri që kanë të tjerë shije komplet nga unë. Nuk po them tallava se tallava është përdorur, keq përdorur, shumë si emër, si term kështu, domethënë nuk bëjnë tallava. Është kthyer edhe si ajo fjala pejorative, po. Po janë disa rryma që lëvrohen këtu që kanë në elemente të përbashkëta me tallavan, por në një me reggaetonin, por në një janë pra kryesisht stile muzikore që i thrasin ritmit edhe kënaqësisë fizike, jo mendore. Pra të kërcyerit, të tundurit, të asaj adrenalinës të çastit të momentit. Kjo nuk ka të bëjë shumë me muzikën. Kjo është muzikë, po muzika ka disa elementë. Ka elementin harmonik, elementin melodik, ka dhe elementin ritmik. Kjo ka kryesisht elementin ritmik. Edhe në mikset se si i bëjnë këta djemt, kanë një formulë, domethënë, që lënë një vokal, me që është këngëtari ai që investon edhe financon, duhet të jetë ai aty. Është një vokal dhe një bateri. Dhe asnjë element tjetër orkestral nuk dëgjohet ose nuk vlerësohet sa për t'u lënë në front të miksit. Po zhytet atje diku në sfond, sa me thënë që është nuk ta ka dot veshi. Pra elementi ritmik merr vlerësim absolut. Po, domethënë që nuk ka rëndësi harmonia, po ka rëndësi se sa ritmi. Po, ritmi është ai instinkti bazik i njeriut, në fillim ka lindur ritmi, pastaj melodia. Pra, filloi duke i rënë atyre bambus me shkopa, prodhonte një tingull, kjo kriju perkusioni, pastaj u tendos lëkura kafshës, ja si ky instrumenti që kemi ne këtu. Pra këta ishin ishte forma e parë shprehëse. Rrafja plakave në ritëm, goditja me dru e tokës, gjitha ato ishin element ritmik. Dhe njeriu kërcente, pastaj filloi të këndonte. Pastaj shpiku instrumentet që krijonin melodi ose harmoni janë shumë më të mëvonshme. Pra, sa më bazik të jetë njeriu, aq më shumë i pëlqen elementi ritmik. Po.
Po kjo s'do më thënë se ti mund të jesh edhe intelektual i mirëfillt, edhe të pëlqeni pjesë epike ose me ritëm sepse ne e kemi brenda vetes. Po mirë, si ta zgjidhim ne këto, më fal, se janë ca këngë në festivalin e RTS-s që mund të jenë shumë perfekte nga ana e harmonikës, por nuk i ngjisin publikut, nuk duar trokiten. Po. Si zgjidhet kjo, që harmonia të përputhet me ritmin? Këtë duhet ta ritmin? zgjidhin ata, nuk e zgjidhin dot në një bisedë, ata që i bëjnë këngët, po ç'është e shihesh pastaj, se jo çdo kush i bën harmoni të mirë, ditë bëj muzikë të mirë. Pra, çështja e të shkruarit muzikë është një veti shumë e rrallë që nuk e kanë shumë njerëz, ta thash edhe një herë gjatë bisedës. Pra, është tharmë goditje ku ti me marrim rastin e Beatles. Beatles fare bazik, s'ka asnjë virtuozizëm aty. Akordet thjeshta, diatonike, triada me 3 nota, trang. Po mënyra se si ata abstragonin melodin mbi këto akorde ishte shumë e veçantë. Një, dhe dyta, parim i shëndosh i muzikës pop, të paktën që përkthehet në muzikë popullore, pra pop. Duhet që ti ta bësh për popullin, ta bësh për njerëzit. Jo ta bësh për një nivel të lartë intelektual, për elitat e vendit. Elitat e vendit konsumojnë muzikën klasike dhe është bolla, del, ose jazz, pra rryma më të ngritura teknikisht dhe muzikalisht. Muzika rock është diçka pak më ulët, është për shtresën e mesme. Po ta shikosh në këtë kontekst. Ashtu është, se ndaj quhet pop. Pra është pop. Popi funksionon shumë mirë në botë, po jo në Shqipëri, sepse ne nuk kemi shtres të mesme. Ky është problemi më i madh në Shqipëri. Ne s'kemi shtres. Ne kemi 1% intelektual ose 99% popull të thjeshtë i cili mbijeton fortunës përditshme. Dhe nuk ka kohë të zhvilloj atë shijen e vet. Po. Nuk kemi borgjezi, nuk kemi shtres të mesme. Po, e kuptoj. Ndërkohë unë shoh te kjo piano shoh pentagramin, që tani është zëvendësuar me Instagramin, po me gramin të dyja. Ka dhe gjëra tjera që janë me gram, po. Me gram. Ato që thetin fillim. Po, ka shumë gjëra punë me gramin. Tani e kujt është kjo këngë e punuar me pentagram, se unë e di që pentagrami nuk ekziston sot më. Nuk ekziston. Shumë pak persona mund ta aplikojnë. Pentagrami nuk është as arritje, as skill i veçantë, asgjë, nuk është asgjë. Pentagrami është vetëm një mënyrë ku ti mund t'i tregosh muzikën një instrumentisti. Po një krijues që e bën muzikën në elektronike. Do thonë, ku do unë pa studiuar fare muzikë. Kemi shumë sot në tregun muzikor që bëjnë muzikë pa qenë kurrë në kontakt me pianon apo me këtë pentagramin që vendos aty. Jo, pa qenë pentagrami është mënyra se si ti i tregon dikujt tjetër çfarë të luaj. Është vetëm formë, nuk ka formë tjetër. Po edhe të shkruash muzikë, apo jo? A shkruhet në pentagram? Po si shkruhet gjuhë e folur. Po. Si do shkruash tingullin? Po. Tani u minimizuar nevoja për pentagramin, ose për notat, për shkrimin e notave, sepse njerëzit u pajisën me një mundësi teknike, ju prezantoi një mundësi teknike ku ata mund të regjistrojnë mendimet ose idetë e tyre muzikore. Siç është iPhone-i, telefoni, ti mund ta regjistrosh një këngë aty, ose ke kompjuterin, mund të hedhësh një motiv shpejt dhe i ruan ato idetë tua. Por nuk mund të jesh jashtë kontaktit me notat ose me pentagramin në këtë rast që ti thua, nuk është e thënë të jetë pentagram, ka forma tjera të notacionit muzikor. Janë disa forma të ndryshme, pra që përdoren është një piano roll që quhet, pra është pianoja vertikale këtu dhe për çdo notë të pianos ti ke një segment të vogël që tregon gjatësinë e notës, vlerën ritmike, pra dhe tonet edhe pozicionin e saj në shkallë, për në frekuencë. Edhe kjo është mënyrë shumë e mirë, po është e pa lexueshme, sepse muzikantët trajnohen për të lexuar partiturën standarde, siç është muzika klasike. Pra aty derivon, aty zhvillohet leximi muzikor. Pra nuk mund të jap një letër, ty as të dërgoj një SMS, të dërgoj një mesazh. Po një mesazh muzikor në këtë rast. S'kam se si ta dërgoj. Po se shkruhet. Nuk bëhet. Po nuk ka formë tjetër. Nuk ka formë tjetër. Pra në momentin që ti shkruan një këngë, ti duhet ta dish që po luan këtë akord. Tani do të ta them unë se si e bëjnë këta që s'din asgjë. Si e bëjnë? Po ka mënyra, tani është lehtësuar puna. Ose i marrin gati ato demot. I marrin gati, pra nuk ka nevojë që unë të marr gitarën dhe të bëj një progresion.
Pra, jam në do major, po themi, dhe dim që gradi 5 ku tingëllon bashkë shumë mirë me do majorin është sol majori, është fa majori, po mund të zvendësohet doja me gradin e 2 që është re minori ose me mi minorin. Pra, të gjitha këto po i shtojmë një stepin që ta rëndojmë këtë, pra këto duhet studiosh pak muzikë që të di se çfarë konotacioni ka çdo frekuencë, çdo rezonancë, si mund ta arrish ti ta shprehësh mërzinë, dhimbjen, gëzimin, ca akorde janë më të gëzuar se tjera, re majori është shumë i gëzuar për shembull, si bemol majori është më i rënd, këto notat e zeza në përgjithësi japin intonacione më pesimiste. Pra, në përgjithësi duhet të dish se kush funksionon, kush vibron me njeriu. Dhe nisur nga ky tonalitet, ti krijon një progresion harmonik. Mbi këtë progresion harmonik shkruan një melodi. Dhe kjo kthehet, pastaj aranxhohet, i shtohen elemente të tjera dhe kthehet në këngë. Sa më mirë ta dish këtë lidhje mes akordeve dhe melodisë, aq më i qelluar mund të jetë kënga jote, aq më mirë mund të rezonojë me publikun. Po duhet më së pari që publiku të ketë minimalisht një formim muzikor, pra të ketë atë abstragimin mbi tekstin bosh, që thamë që në fillim. Po, teksti bosh e quajt, ha? Po, teksti bosh. Pra, mund të bësh da në një këngë, po ai e krijon vetë fabulën nisur nga tingu që ti jep, pra është një publik, prandaj themi do një publik pak më të edukuar, të rafinuar, më të rafinuar, që të ketë pak fantazi, të di të abstragojë, të di të krijojë një skenar vet me tingun që dëgjon, të di të krijojë veprën e vet sipas intelektit të vet. Nëse mendja ti është një pjatë boshe, nuk ka asnjë ushqim që mund të mbush. Ua. Kjo është edhe ai shumë e bukur. Sekreti i artit. I shkrimit muzikës. Shumë e bukur. Pra duhet të jetë publiku që ti të shkruash dhe të hedhësh atë farën ku duhet mbi. Nëse ti s'ke publik, ti je i mirë. Ta themi fiks fare, nëse është një publik që pëlqen Tallavan, ti shkruaj sa të duash. Shkruaj muzikë të mirë sa të duash, është dëshpërim total, nuk do mbi ke fare asnjëherë. Tani, meqense ne nisëm me Evën Adamin, kopshin e Edenit që është këtu tek ty këtu në si quhet? Në Petrel, po. Komuna Petrel është. Tani, ti si mendon me çfarë ke bërë në këtë jetë? Të shkosh në parajs, në ferr apo në purgator? Unë mendoj se do vdes një ditë pa lënë asnjë shenjë. E kam marrë tokën me qira për aq vjet sa do jetoj, do frymoj këtu. Ne kemi fatkeqësinë si specie, njerëzit kanë fatkeqësinë që provojnë çdo gjë, shpikin rrotën, çdo gjenerat shpik rrotën e vet nga fillimi. Ka të disa të zgjuar që janë këto familjet e mëdha që nuk e shpikin rrotën për çdo gjenerat, po e marrin të gatshme rrotën dhe i vënë si për makinën, pastaj i vënë makinës motorin, pastaj e bëjnë raketë dhe janë ata që liderojnë botën sot. Pra unë mendoj se ne do vdesim pa lënë gjurmë. Pa lënë gjurmë? Po. E dhimbshme shka. Do është shumë e dhimbshme. Po kush jemi ne që mos pranojmë një fund të dhimbshëm? Çfarë përfaqësojmë në këtë botë? Më mirë se sa një dhimbje pa fund, është ai fundi i dhimbshëm? Si mendon? Ka shumë skenar ku përjetësia është një dënim i tmerrshëm. Sikurse ka njerëz që japin çdo gjë për të jetuar pafundësisht. Tani bisedë shumë e bukur, filozofi, muzikë, të gjitha ke fol pa doreza fare. Mua më duk sikur ishim në një burg, po jo aty Jerioni tjetër, po Jerion Zaloshnjës me gardian pianon. E bëjmë mbylljen siç bëhet në një koncert live. Piano, kitara, çka ka tjetër këtu? Bateri. Hammond, që është tastiera e rock and rollit. Po, domethënë, rrethuar nga instrumentet muzikore, nga mundësi shprehëse, nga më të mirat dhe më të dashurat që mund të ekzistojnë për një muzikant. Dhe që janë jeta jote. Dhe që janë deri tani jeta ime. Faleminderit që na prite në super studion tënde. Kalum një mbasditë të këndshme. Shumë këndshëm dhe uroj që të shoh gjithmonë lart e më lart, pavarësisht se ti je si ai ylli, një rockstar që je si ai ylli që nuk do që të shohin kur shkëlqen. Jo, unë mendoj se jam ai rockstar që nuk ka nevojë më asnjëri. Siç thanë kompanitë, nuk kemi më nevojë për zot rock, për zota rock. Tani është koha e popullit zot. Shkoja maskareve. Faleminderit që isha në Close Friends.